Përshëndetje shenjë dashit, si jeni, si kaloni, uroj të keni kaluar mirë, sidomos me këto festat një herë, gëzuar, shëndet, mbarësi, prosperitet, çfarë të doni ju, paqe mbi të gjitha. Sigurisht jemi në një javë të re, si gjithmonë, por edhe në një muaj të ri. Tani, ju të 10 ditë të parë, të fillimit fare, do më bëni pakës fare kujdes, do mos me shëndetin tuaj, mund të ndjeni çik të lodhur, psikologjikisht, ndoshta çik gju, do me thënë pak jo dhe aq mirë, nuk ka problem, është thjesht ajo tranziti që po bën Neptuni nga shenja e peshkut, po kalon në shenjën tuaj, nuk është se do e ndjeni tamam, fort fare ndikimin e tij që në fillim, por që është thjesht ajo faza tranzitore, ka kalimi nga njëra te tjetra. E njëjta gjë vlen edhe për peshqit e 10 ditësh të fundit fare, të ditëve të fundit, e njëjta gjë ndodh edhe me ju, do me thënë jeni thjesht në atë procesin e tranzicionit nga njëra fazë në fazën tjetër. Nëse t'ju uroj një javë të mbar, një muaj të mbar, do flasim për këto parashikimet e muajit sido që të jetë, dhe filloj me javën. Dhe filloj me ditën e hënë. Okej, po nuk prisja gjë tjetër, edhe sikur. Dita e hënë fillon me larje sapesh, sqarime situatash, momente ku edhe ju vetë kuptoni se ka qasti që për situatat të caktuara, me individ të caktuar, ju një kapitull ta mbyllni, të jepni fundi çkaje. E njëjta gjë vlen për sa i përket frikës tuaj, pasigurisë tuaj, në lidhje me një situatë, në lidhje me një traumë që keni kaluar, në lidhje me diçka që nuk ju shërben më dhe duhet ta ishni qafe. Tani, në qoftë se ditën e hënë që është sot, domethënë, sa rrova që jemi ditë e hënë, në qoftë se sot për shkak keni planifikuar një ndërhyrje, atëherë dhe është ndërhyrje që ka të bëjë me heqjen e një mase, pra diçka hiqet, diçka largohet, diçka që nuk të duhet më. Atëherë si të thuash kjo gjë del mirë. Nëse nuk është sot, do e planifikoni për pak më tutje, domethënë, por sido që të jetë, ju del mirë, nuk ju del keq. Por po është një moment ku mbyllen esape situata, bisedat kanë këtë lloj natyre, të tipit i sqaroni njëre me gjërat edhe merrni vendime përfundimtare në lidhje me persona dhe situata sot. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë vendosni për të ardhmen, okay? Do me thënë, është e ardhmja juaj, është ajo çka vendosni për sa i përket ecurisë tuaj prej këteje në vazhdim. Do me thënë, planet janë afat gjata, nuk janë afat shkurtra, e kuptoni shumë qartë që më kthim pas nuk ka, ju ta shihni në proces të mbylljes së një cikli dhe hapjes së një cikli tjetër, sapo sqarova këtë pjesë, se ku ju çon kjo gjë, keni besim tek intuita juaj. Lëreni fatin të çojë atje ku ka për të shkuar, ju mjafton të mbyllni ato esape që keni për të mbyllur, ta ndani mendjen nga e kaluara dhe thjesht vazhdoni përpara. Se ku e ardhmja do ju çojë, kjo varet nga ju dhe nga mënyra se si do e perceptoni ju dhe si do e ndërtoni ju të ardhmen tuaj. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është ditë pune, jeni duke punuar për një projekt të rëndësishëm, për të zgjidhur një situatë të caktuar në punë, për të sistemuar seri parë dhe njëherë ato kushtet në cilat punoni, shumë do të mendoni se sa puna ndikon në shëndetin tuaj dhe sa shëndeti juaj lidhet me punën. Do me thënë, jeni në një fazë ku po kuptoni se do të bëhen disa ndryshime të nevojshme, në mënyrë që puna të bëhet më shlothshme për ju, por edhe ju të jeni më produktiv në lidhje me të. Por sido që të jetë, për çfarë do lloj gjëje ka të bëjë me profesionin, punën, aktivitetin tuaj në ambientin e punës, kushtet të cilat punoni dhe projektet që keni, këto gjëra dalin shumë mirë, vazhdoni siç e keni nisur sepse suksesi është shumë afër për ju. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte, po sigurisht, u thashë në fillim, lërini gjërat që çojnë atje ku kanë për të çuar. Do me thënë, mos e kundërshtoni më fatin tuaj, mos u mundoni ta keni situatën me se s'bën në kontroll, lëshojeni kontrollin. S'ka asnjë gjë të keqe, në momente të caktuara ta lëm timonin të na çojë ku ka për të na çuar. Kështu që për një situatë që e shikoni që nuk e keni më ju kontrollin, apo sado që të mund ta kontrolloni ju, nuk po ja gjeni dot anën, atëherë lëreni të vej si ka për të vajtur edhe gjërat do të shkojnë më mirë, kaq keni parasysh. Pra, kur nuk arrin do ta bësh vetë ndryshimin, lëre ndryshimin të ndodhi vetë. Dhe këtë gjë do ta bëni ju pikërisht ditën e enjte. Pra mos kundërshtoni më gjërat dhe mos u mundoni të keni më se s'bën kontrollin. Lëreni thjesht të ju çojnë atje ku kanë për të çuar. Keni besim tek procesi. Kaq po ju them. Është një proces që e di se ku po ju çon, juve thjesht duhet të keni besim tek kjo gjë.
Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte do shumë kujdes me individ të cilët janë falso. Po sigurisht janë joshës, po sigurisht që duam t'i besojmë, po do donim të ishim të vërtet, po nuk janë. Kështu që bëni shumë kujdes me bizneset tuaja, me aktivitetet që përfshin punën tuaj, dashurin po asë bet fjalë, por edhe me shëndetin, do me thënë ju që jeni në kontrole për shembull. Dhe këto kontrole kanë të bëjnë me shëndetin tuaj, atëherë keni parasysh, nuk mund t'i keni besim kujdo dhe do pjoçekojeni ato rezultatet. Mos u mjaftoni vetëm me një rezultat që do dali, po shikojeni edhe në një vend tjetër. Pra, në përgjithësi bëni kujdes me mashtrimet, gënjeshtrat, iluzionet, pse jo, ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e ardhmja sigurisht që është para përcaktuar për ju, po sigurisht që ka zgjidhje çdo lloj problemi që keni. Thjesht nuk ndodh nesër, do me thënë i bie është një proces i cili do të zgjasi, mund të zgjasi deri në 2 muaj, varet çfarë projekti ka secili, mund të jeni duke punuar mbi një projekt siç e thash, i cili e kërkon këtë lloj kohe. Dikush vjen në jetën tuaj, por ju kërkon kaq kohë për të sistemuar një dy gjë që ka për të sistemuar. Do me thënë sido që të jetë këtu afati kohor i përmbushjes së kësaj gjëje që doni të përmbushni, është diku te 2 muaj me 2 muaj e gjysmë, por ama rezultati është i garantuar. Këtë mbajeni mend, domethënë, kjo është më e rëndësishmja. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku mund të përballeni me diçka të papritur, të paparashikuar. Mund të duket si katastrofë në fillim, mos u timaç më gjeti mua, por shumë shpejt do kuptoni se pak nuk bëhet fjalë për katastrofë, bëhet fjalë për një situatë të cilës më saktë i kishte ardhur fundi, siç e thash, nisa që në fillim të javës duke bërë të parashikim. Pra, kjo javë është shumë e rëndësishme për ju me sapo shoh, për faktin se duhet të mbyllni esape të caktuara, situata të caktuara. Dhe nëse ju nuk e merrni dot vetë vendimin, atëherë vjen vetë universi dhe ju thotë bëll me kaq. Do të thonë ju trondit, ju hap syt, ju detyron të shikoni realitetin për atë çka është. Sigurisht nuk mund të përjashtoj edhe, do të thonë, fatin e disave prej jush të cilët kanë gabuar diku, e kanë shkelur keq. Atëherë po do përballeni me pasojat, as bëhet fjalë. Por përsëri, kjo gjë që ndodh, sado katastrofë mund të quhet, azëm vini në burgë, do thënë, nuk mund ta përjashtoj dot, ose pësoni një aksident. Por kujdes, po vjen si pasojë e një sjellje që e keni çuar veten tuaj në këtë farë pike. Ju bën të reflektoni, domethënë nuk besoj se bëhet fjalë për katastrofë të tipit shkatërrohet jeta juaj, përkundrazi, këtu duket sikur shkatërrohet jeta juaj, por në fakt keni mundësi të shpëtoni dhe të reflektoni, që të mos keni probleme pastaj më vonë. Pra është një moment i vogël, vështirësie që ju themi ndryshon jetën për mirë më vonë. Unë këtë gjë e besoj. Një ndarje për shembull, duket sikur erdhi fundi botës, por jo. Në fund reflekton dhe kupton që ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte. Kështu që mos keni frikë, është diçka, keni besim, pavarësisht asaj që doli, nuk është për keq, është për mirë. Besoni kur u them këtë gjë. Për sa i përket pastaj ditës së diel, pra reflektimi vjen kaq shpejt që domethënë se është normale, njëra shkak pasojë kjo punë. Ditën e diel kuptoni dhe keni dhe ju ato dyshimet tuaja të tipit po, duhet të ndodhte ose duhet të reflektoja ose mos ndoshta duhet të reflektoj, sido që të jetë shumë dyshime sjell dita e diel, shumë dyshime dhe tregon edhe të vërtetat që s'doni të shikoni, të tipit nuk jam mirë në këtë marrëdhënie që janë, në këtë vend pune nuk po gjendem mirë, çfarëdo lloj gjëje po bëhet gabim, ju arrini të reflektoni ta shikoni për atë çka është. Dhe në fund do merrni vendime të rëndësishme, por që është mirë kur fillon njeriu dhe dyshon, sepse reflekton pastaj dhe kjo gjë ndodh ditën e diel. Përshëndetje shenjë demit, mirë se vini përsëri këtu edhe këtë javë e re, muaj i ri. Me situata të cilat dhe ju favorizojnë këtë muaj, me thënë të drejtën, nuk e di si patët si u vajti muaj mars. Ka nga ata prej jush të cilët mund ta kenë përjetuar shumë keq, por besoj se ka edhe nga ata prej jush të cilët ose hoqët qafe një bar që kishit mbi supe, ose edhe mund të keni bërë një marrëveshje shumë të rëndësishme, sidomos me natyrë ekonomiko-financiare ose për përfitime të tjetër lloji, të cilat do ju çojnë shumë lart. Kam besim te kjo pjesë. Kështu që varet se si secili prej jush ka manovruar, ka lëvizur, por bëhet fjalë për më mirë dhe për më keq gjithmonë. Këtë mbajini mend. Tani ta filloj me ditën sot apo jo? Jemi ditë e hënë, fillim jave dhe po, sigurisht dhe për këtë kisha fjalën kur I thosha po bisedoni për gjëra të rëndësishme ose jeni në një proces ku
ajo çka po mendoni është siguria juaj. Dhe sot bisedat që do të bëni apo veprimet që do të ndërmerrni kanë më tepër të bëjnë me pronën, me investimet, ju që keni dhe profesion, aq më mirë akoma, por që me kujdes të ndroni gjithmonë interesat tuaja, pra mos bëni lëshime nëse në fillim nuk përmbushen ato kushtet tuaja, por sido që të jetë sot dita premton dhe favorizon çfarëdo lloj çështje ka të bëjë me familjen, me pronën, sikur se thash, me nuk e di, shumë prej jush do të keni atë dëshirën për të bler apo për të shitur një pronë apo për të marrë me tregun imobiliar. Kështu që nuk e di, të tilla çështje keni sot për të diskutuar, por ajo çka mbizotëron më tepër si ndjesi është siguria. Domethënë keni arritur një pikë që gjithçka ju intereson është thjesht siguria e së ardhmes tuaj, pra të jeni të sigurt, dhe kjo gjë është sigurisht nis nga çatia që kemi mbi kokë. Përveç kësaj, të gjithë ju që mund të keni pasur problem me shëndetin, duket se kjo gjë kalon, domethënë po rikuperoni, po merrni veten, do të jeni shumë mirë. Dhe avash po mund të them që stabilitetin po e arrini. Pra dita sot ka këtë lloj natyre dhe më pëlqen jashtëmase shumë. Të tjerë pastaj prej jush edhe mund mos kenë dëshirë fare të dilni sot, e të rini edhe në shtëpi dhe të kënaqeni në shtëpinë tuaj. Është edhe kjo. Por që në përgjithësi shiko se sot me të vërtet mund të arrini diçka të madhe në lidhje me këtë që ju thash, me prona, me banesa, me kush e dëshironi një banesë. Nuk e di, përfitoni. Sot është dita që duhet të përfitoni për çështje të tilla. Pra kthejni bisedat apo manovroni në mënyrë të tillë që me të vërtetë situata të vi sipas kushteve tuaja. Tani, përsa i përket ditës, të jetë kaq nuk e di, por dita e martë, me thënë gjithë bota është e juaja. Unë këto 2 ditët e para të javës shfrytëzojeni sa më shumë të mundeni për të ndryshuar jetën tuaj, sepse këtu po flasim për një arritje të vogël, këtu po flasim për një arritje shumë të madhe, qoftë nga një investim i cili u ndryshon jetën, qoftë nga një lëvizje diku dhe jashtë, pse jo, sido që të jetë është ai momenti ku hapet një kapitull i ri në jetën tuaj, por është ai lloj kapitulli që ka gjithë prosperitetin dhe gjithë shka të bukur brenda vetes së vet. Ose le të themi që ditën e martë, nis që ditën e hënë, që sot, dhe ditën e martë duket se e keni të sigurt realizimin e një objektivi tuaj që ju e quani si realizimin e jetës tuaj. Kështu që varet se çfarë secili prej jush po përgatit, varet se çfarë kërkon të arrit, por është e arritshme, sidomos këto 2 ditë e para të javës. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë, shko çfarë ndodh? Ditën e mërkurë mund të merrni një lajm i cili përkohësisht ju trondit ose përkohësisht ju nxjerr pak nga shinat, si të thuash, domethënë do ju i dëroj për momentin, por është kalimtare, është diçka shumë e përkohshme. Çfarë mund të jetë kjo? Që nga një situatë ku prisni të kishte zgjidhje diçka dhe nuk e ka të zgjidhje që kërkonit, që nga një mund të dëgjoj me thjesht fare dhe tipit kam në takojmë me këtë person, nuk takojmë dot, ose kam në të zgjidh këtë çështje, nuk vjen tjetri apo shtyhet për më vonë, apo do të thënë situata të tilla, ose mund të jetë një lajm që nuk ka lidhje fare me ju personalisht, por mund të ketë lidhje me një individ të dashurin tuaj, i cili po kalon një vështirësi të caktuar. Është diçka e përkohshme, thjesht ju trazon përkohësisht, të thuash. Përsa i përket ditës enjte, dita enjte është dita ku unë do thosha evitoni çfarëdo lloj konflikti që mund të keni ju, të cilët po përballeni me një situatë të tillë në çift. Do me thënë, kujdes sepse dhe fjala më e vogël, gjesti më i vogël, mund të ndezi një super zjarr të madh që pastaj hajde ta shuash më. E ka fjalën për ato çifte të cilat i kanë problemet e tyre, të cilat po mundohen si të rinë më këmben, por kur e di që jeni në situatë të tillë, ke shumë kujdes se si flet edhe se si pozicionohesh në situata të caktuara. Po që po në çift do të bëni shumë kujdes, për disa prej jush gjërat nuk po funksionojnë, mundoni sa të doni, ndoshta ka ardhur ai momenti për t'i dhënë fund e për të ecur më përpara. Por sido që të jetë kujdes marrëdhëniet tuaja në çift, por edhe bashkëpunimet. Edhe një bashkëpunim të rëndësishëm, bëheni kujdes, keni kujdes, marrëdhëniet tuaja me të tjerë duan kujdes ditën e enjte. Pra, e hëna dhe e marta janë deri tani ditët më të favorshme për ju të javës, aktive, do të thënë që lëvizim. Përsa i përket të mërkurës dhe të enjtes, do çik kujdes, do mos në marrëdhënie me të tjerët. Personat e rëndësishëm pra të jetës tuaj. Tani, përsa i përket ditës së premte,
Okay, dita e premte është dita ku nëse do dini me të vërtet të përshtateni në kushtet e reja të jetës tuaj, pra keni filluar një punë të re diku në një ambient të ri, ose do të nisni punë diku në një ambient të ri, ose jeni fejuar, ose po bashkëjetoni, pra për çfarë do lloj gjëje është e re, por kërkon dhe një farë përshtatjeje në këto kushtet e reja, atëherë sa më mirë të dini të përshtateni, aq më mirë për ju, domethënë aq më mirë do ju ecin gjërat. Por në qoftë se këtë situatë ju e merrni si nuk e di, e përktheni ndryshe rrotullorin tuaj të tipit po mbas vetën time, nuk mund të mbas vetën time duke u përshtatur kaq shumë, këtu më duket se e humbisni pastaj çik favorizimin e këtij momenti. Por sido që tjetë do t'ju them që çelësi i suksesit është përshtatja. Të dini të përshtateni, të vazhdoni përpara dhe çdo gjë është okay. Nëse nuk do dini ta bëni këtë gjë, atëherë keq nuk vjen që po ua them, por nuk do ja dini dot, ose do kuptoni shumë shpejt që kjo gjë, sado që ju mezi po e pristit, ndoshta nuk është edhe për ju. Iku edhe dita e premte, përsa i përket ditës së shtunë tani, dita e shtunë është dita e strukturës, domethënë është dita që vendosen themelet për diçka të re. Shiko, sa do të hallakateni brenda kësaj jave, në fund unë kam besimin se do ja dilni dhe do dini se si të ndërtoni të ardhmen tuaj, do dini se si të jeni themelet këto për cilat po flas. Momentalisht më të favorizuar shikoj ju të 10 diçit të parë, me thënë të drejtën, ju të 10 diçit të fundit keni akoma atë uranin që po ju ndihmon me të papriturat e veta. Sido që të jetë ama, të kaloj këtu ku jemi, unë të shtunën e shikoj si një ditë ku, me të vërtet, pas rezume si do bëni dhe pas konstatimeve që do të bëni, do të arrini në konkluzionin se po, më në fund, jeta juaj ka një infrastrukture dhe çfarëdo gjë që po ndërtoni, apo për cilat po bisedoni, duket se do ju çojnë shumë hapa para dhe është e vërtet, unë këtë gjë e besoj. Tani përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që i shikoni gjërat qartësisht për atë çka realisht janë, domethënë nuk i keni mësut e mbyllura, nuk po ecni më kuturu, jeni shumë koshent për situatën se ku ndodheni, por është edhe dita ku do dini të thoni fjalët për ato çka janë, do dini të shikoni gjërat për ato çka janë dhe vendimet do i merrni me thellësi mendore të plot, kështu që nuk besoj se bëhen më gabime. Por dita e diel sjell një ke parasysh kur zgjohesh nga gjumi dhe nga ëndrat, sjell një situatë të tillë domethënë ku ju kuptoni diçka që nuk kishit në gjendje ta kuptoni më përpara, ose zbuloni, se kjo është fjala e duhur për gjëja, zbuloni gjëra plot ditën e diel dhe në lidhje me të tjerë dhe në lidhje me veten tuaj në marrëdhënie me të tjerët. Ktu syt hapen dhe nuk mbyllen më. Pra kaq mbani mend dhe pastaj e dini se çfarë sjellin situata të tilla. Përshëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë dhe një muaj i ri, uroj të keni të dyja shumë bukur dhe shumë mirë, uroj që ky me të vërtet jetë një muaj i rëndësishëm për ju dhe i bukur dhe me arritje. Nëse do flasim sido që të jetë, besoj, do i bëjmë parashikimet e muajit kësaj here. Sido që të jetë ama ta nisim me javën, dhe sot dita e hënë, keni vendime shumë të rëndësishme për të marrë. Pra, o i merrni ju këto vendime ose t'jesh fati vetë vendos për të ardhmen tuaj. Sido që të jetë dita sot sjell mbyllje në situatave të caktuara, do të thënë këtu vendimet që merret janë përfundimtare, mund të merrni një lajm, ta nisim nga të mirat. Sot mund të merrni një lajm shumë të rëndësishëm nga zyra, institucione, që keni kaq shumë kohë që po i prisni, që ka të bëjë me dokumenta, që ka të bëjë me leje, që ka të bëjë edhe me okay në përgjithësi, pra rrugasht e hapur dhe vazhdo, ka të bëjë me mbylljen, sido që të jetë një cikli të jetës tuaj, më tepër 10 vjeçar ose 1 vjeçar, për ju që thjesht nisë diçka para një viti dhe tani me sa duket kësaj gjëje i jepet forma e fundit, pra trajta e fundit e një projekti, e një situate, duket se jepet sot, por për ju që po mbyllni një, sikur thash, një cikël 10 vjeçar ose 12 vjeçar, çfarë do të thotë? Do të thotë që këtu nuk do përsëriten më situatat që kaluat, përjetuat brenda këtij 12 vjeçari, mbarojnë për aty dhe prej këtej në vazhdim
situata merr komplet për ndryshe. Do me thënë vuajtët, por me të vërtet që do të shpërbleni prej këtej në vazhdim. Pra këto janë ultimatume, dita sot ka ultimatume dhe vendime shumë të rëndësishme, por për ju që po mbyllni cikle të caktuara, atëherë le të themi që ato nuk do përsëriten më. Por ju që po prisnit një lajmërim nga zyra, institucione, për një okay, për një vazhdo, për një po aprovohet, atëherë ja ku e keni edhe shumë bukur vjen çdo gjë. Por ka dhe nga ata prej jush që mund të thirren në gjyq sot. Do të thënë, për ju që keni pasur hesape çështje të tilla të hapura, po do thirreni dhe fillon një proces tjetër për ju. Për ju që ishit pjesë e këtij procesi, duket se mbyllet sot, do të thënë, ose diskutohet sot e ardhmja. E asaj çështje që ju intereson. Gjithmonë për sa i përket institucioneve, burgjeve, gjërave të tilla. Tani gjyqeve. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku akoma nuk është momenti për të vepruar dhe akoma nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme për sa i përket ardhmes. Madje fundja edhe ju mund të keni kuptuar se sado që po përpiqeni, gjërat nuk po ju shkojnë atje ku doni ju. Pse? Sepse ndonjëherë është aq them unë. Prit momentin tënd. Dhe akoma momenti nuk ka ardhur, kështu që çfarëdo lloj gjë që të bëni ju, sado që të mundoheni, thjesht nuk do arrini dot gjë. Është situata e tillë. Kështu ditën e martë për gjëra të rëndësishme, mos u lodhni kot, mos u mundoni kot, sepse nuk do arrini dot në një gjë të nxjeni në dritë. Madje mund të allakateni edhe më shumë. Pra, mos i harxhoni energjitë tuaja kot ditën e martë për të zgjidhur apo për të arritur në konkluzione situatash, sepse thjesht nuk do arrini gjë. Plus, ama që është e vërteta, e kuptoj që jeni lodhur nga pritja dhe doni gjërat ti përshpejtoni, po prap nuk bëhet. Kështu që merrni kohën tuaj me kujdes, avash çdo gjë do arrijë dhe çdo gjë do bëhet siç duhet të bëhet. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë jeni shumë në çështje të tilla brenda kësaj jave pra. Dhe unë kot nuk u anisa që ditën e hënë, u anisa ashtu doli se çfarë, s'është se kam ndonjë gjë në dorë, thjesht interpretoj. Atëre, pra siç nisi dhe dita e hënë sot, domethënë, për çështje ju thash ligjore, gjyqësore, institucionale, nis që sot situata, mbase ndoshta jeni të paduruar ditën e martë për zgjidhjen e këtyre çështjeve, por që ja ku vjen dita e mërkurë dhe më në fund jepet vendimi ose keni të qartë se çfarë do ndodhi prej këtej në vazhdim. Zakonisht kjo shoqërohet me një sukses. Uroj që vërtet ta keni kështu. Me thënë, për çështje ligjore, gjyqësore, administrative, institucionale, dita e mërkurë sjell atë vendimin, si të thuar, zgjidhje përfundimtare dhe është në favorin tuaj. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku dalim, po sigurisht do dalim do festojmë. Nëse ju del aq mirë ajo çështje dhe është kaq e rëndësishme për ju, po do dalim do festojmë as që bëhet fjalë. Po dalim, festojmë, kënaqemi, këtu, përveç kësaj, fakti që dalim me shoqëri, kënaqem, festoj për atë arritje që kam, keni vëmendjen, jeni të vëmendshëm sepse midis personave, shoqërisë tuaja ka fjalën, dhe ambientit ku do të ndodheni, edhe mund t'ju jepet mundësia për të njohur dikë për një dashuri të re, kam fjalën, ose për të njohur një person i cili do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj në përgjithësi. Do me thënë një person të rëndësishëm me goxha pushtet dhe goxha influencë i cili do ju ndihmoj të realizoni një goxha pjesë të mirë të ëndrave dhe objektivave që keni. Kështu që dilni kot, por ju del plot. Enjtja kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku bravo, edhe ju shtojnë të ardhurat. Pra, thash, do vinë persona, do dalin situata, ju kanë borxhe, nuk e di, por që këto gjëra të paktën përsa i përket xhepit tuaj, vinë për mirë. Do me thënë, shtohet të ardhurat, shtohet mundësia për të përfituar, keni fitime, ndoshta edhe të papritura, por që si do jetë fitime janë, kështu që shumë bukur edhe dita e enjte. Vjen me shtohen të ardhurat në portofolin tuaj, ka burime që nuk i prisnit. E premtja, po. Okej, përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku, po, shumë prej jush bëni pishmën për gjërat që keni bërë. Deri më sot, unë thash kjo javë sjell goxha mundësi, por për disa të tjerë sjell edhe shlyerje sapeshës dhe normalisht do i vuani pasojat as bëhet fjalë. Por, pavarësisht kësaj gjëje, duke u kthyer pak pas në kohë, ajo çka kuptoni dhe sidomos këtë 10 ditë të fundit fare, është që gjërat e keni bërë çik gabim në momente të caktuara, por nuk mund t'i korrigjoni më. E vetmja gjë që ju mbetet të bëni është të ecni përpara. Ama dita e shtunë është e tillë. Kuptoni që diçka është bërë gabim dhe bëni pishmën për hapat që keni hedhur, por që prap ka kohë për korrigjim. Ka.
gjithmonë ka kohë për korrigjim, sido që të jetë, sado kohë të marrë ka hapësira. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel do të jeni të kënaqur e para njërë me veten tuaj, me çka keni arritur, do të ndjeni të plot, të realizuar dhe të fortë për të vazhduar përpara, shumë e rëndësishme. Por përveç kësaj mund të jeni dhe duke idealizuar apo iniciuar një projekt shumë të rëndësishëm, i cili rezultate do japi diku aty nga vera dhe me të vërtet që aty nga qershori korriku ju presin realizime me të vërtet shumë të mëdha, edhe personale, edhe profesionale, kështu që shumë bukur. Përshëndetje, përshëndetje e Gafores dhe ja ku jam përsëri me ju dhe ju me mua këtu në parashikimet e javës. Nuk e di si i patët këta 2 muaj që kaluan, por që sido që të jetë më të mira do vinë, ditë më të mira do vinë, dhe çdo gjë do bëhet shumë bukur, kështu që mos çani kokë, gjithmonë mendoni për më mirë. Sot jemi këtu për të analizuar përsëri javën, si gjithmonë, por jemi edhe në një muaj të ri, kështu që nesër nisi muajin e ri dhe unë t'ju uroj paraprakisht një muaj sa më të mbar, sa më të begat dhe sa doni ju. Atëherë, e nisim që me ditën sot, dita e hënë. Okej, bëni kujdes dhe mbroni interesat tuaja. Do me thënë, dita sot ka pikërisht këtë lloj natyre. Po do të ketë persona plot që do duan të përfitojnë nga ju. Po do të rishfaqen situata nga e kaluara të cilat ende nuk i keni zgjidhur, sidomos me persona uzurpues, do thosha, shfrytëzues. Kështu që bëni kujdes, prandaj po i them, mundoni të mbroni interesat tuaja. Kujdes nga gabimet rashanike të tipit nuk e vlerësoni si duhet situatën, nuk niseni për keq, sigurisht, nuk e keni me të keq, por ju kthehet në dëmin tuaj të tipit, bëni kujdes se kujt i besoni sot. Nuk investojmë sot, sepse hasim në gabime, sikurse ju thash, por kryesisht mbroni xhepin tuaj, mbroni interesat tuaja, dhe interesat tuaja ju kuptoni këtë, çfarë do gjë është interesi juaj, mbrojeni, mos lëshoni pe. Dhe duhet të kuptoni sot se disa individëve u keni dhënë shumë pesh, shumë kaq duhet edhe ju kanë hipur çik mbi kokë. Dhe nëse vazhdoni në po këtë mënyrë siç e keni nisur, atëherë do mbeteni pa asgjë. Kështu që mbroni bizneset tuaja, mbroni punën tuaj, mbroni dhe shëndetin tuaj fundja, sepse kam përshtypjen po abuzoni goxha dhe sidomos juve që po i ktheni këto sëmundje në kronike. Por, gjithashtu, bëni kujdes edhe ju të cilët po vuani nga një problem shëndetësor i cili quhet autoimun. Dhe kjo përsëri vjen për shkak të keq menaxhimit tuaj, më thënë, për sa i përket situatës. Pra, ekonomia 1, interesat tuaja 2, shëndeti juaj 3, dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me situata kaotike, më të qeni në humbje konstante, mundon ta kapni situatën, ta keni në kontrollin tuaj. Çfarëdo gjë po e shikon që po e çon drejt shkatërimit, evitojeni sot. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo dita ku shumë prej jush ktheheni, futeni përsëri në lojë, hyni përsëri në lojë, të lodhur pas një periudhe goxha impenjative, ku edhe kishit hequr dorë, edhe nuk besonit më se do mund t'ja dilnit, por ja ku jeni tani më të fortë se kur, dhe për të gjitha ato gjëra që nuk u arritën, mund t'i arrini pikërisht tani. Suksesi i madh ju pret në karrierën tuaj, pikë së pari një herë, por edhe në aspektin personal, do të thënë profesionalisht dhe personalisht, ditën e martë mund të merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj, të këtyre çështjeve kanë fjalën, dhe të keni me të vërtetë sukses. Por, pavarësisht se sa të lodhur po ktheheni, dhe po hyni përsëri në lojë, loja në fund është e juaja. Pra suksesi është i juaj dhe rezultati ju favorizon. Fati ju do, rëndësi ka që nuk po ishni dorë dhe besomeni kur ju them që çdo gjë do shkojë për më mirë dhe sigurisht që për më mirë ka për të shkuar. Dhe ju, të cilët kaluat një problem shëndetësor goxha të vështirë, po e merrni veten dhe çdo gjë do shkojë mirë prej këtej në vazhdim. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që shumë prej jush po pikë së pari një herë, shumë prej jush ndoshta po lëvizni me banesë, pra po bëni një shpërngulje nga një lagje në një lagje tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër. Pra po vendosni për rezidencë, se ku do vendoseni një pikë së pari. Pastaj çfarëdo gjë ka të bëjë me pronën tuaj, me banesën tuaj, me interesat tuaja, me shëndetin tuaj përsëri gjeni zgjidhje. Dhe ju që keni pas probleme familjare, duket se avash po stabilizohet situata dhe gjërat po ecin për më mirë. Por që dita e mërkur favorizon shumë çështje pronash.
Biseda që kanë lidhje me prona, me shfrytëzimin e një prone, me investimin e një pronë, me gjëra të tilla dhe me shpërngulje sikurse thash, duket se favorizon jashtë mase shumë. Nëse nuk është banesa juaj, prona juaj, domethënë nuk po bëni një shpërngulje me banesë, atëherë shumë mund të jetë një shpërngulje me punë. Ose për punën tuaj të duhet të duhet të ndryshoni dhe banesën. Janë gjëra të lidhura, domethënë në mënyrë të tillë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e karmës, e patit, e shpërblimit, e shpagimit, e si të doni ju merreni. Dhe çfarë vjet re këtu që vërtet kaluat shumë, vërtet u lodhët shumë, vërtet u strapacuat shumë, vërtet u rat me vaje me uthull, si themi ne, dhe me krip bashk, por që u marinuat mirë në fund ama. Do të thotë që pavarësisht sa keni vuajtur, tani është momenti i shpërblimit për ju. Dhe kur do ju ra më qaf, bie para syve tuaj, do të thënë vendoset drejtësia në vend, bëhet drejtësi si të thuash, por nuk është një drejtësi njerëzore, është më tepër hynore, të tipit kur do Zoti do, kur do Perëndia do, dhe kur është momenti, erdhi momenti, s'kemi më dyshime. Por ajo çka arrihet është ju të balancoheni, të stabilizoheni më në fund në jetën tuaj. Në qoftë se deri më dje vuajtë të marrëdhëniet tuaja, sepse nuk arrini do ta gjeni personin e duhur, apo se ishte një marrëdhënie destruktive, tani me sa duket keni mundësinë të esni përpara me individ të cilët do u adin vlerat dhe do ju japin mundësinë të zhvilloheni ashtu sikurse e meritoni. Përveç kësaj, nëse nuk ka të bëjë me një marrëdhënie në çift, mund të ketë të bëjë me një bashkëpunim ose me profesionin tuaj, me karrierën tuaj, ku mbase nuk u gjendet mirë në një ambient të mëparshëm, por sido që të jetë vlerësuari tani atje ku do të vendoseni përfundimisht. Kështu që le të themi thjesht vjen në pa vlerat tuaja, parimet tuaja dhe drejtësia thjesht vjet në vend. Dhe për çështje ligjore gjyqësore, me sa duket situata është në favorin tuaj përsëri. Kjo ishte dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku shumë mesazhe merrni, shumë lajme merrni dhe të gjitha këto janë përsëri në të mirën tuaj, sidomos nëse ka lidhje me punën tuaj dhe sidomos në qoftë se puna juaj përfshin reklamën, mediat, rrjetet sociale, turizmin, tregtinë ose mësimdhënien, po jo atë të lartë. Në ju jeni në arsimin e ullët të mesëm deri aty, jo universitetin e kam fjalën, pra ju që jeni deri në gjimnaz jepni aty, nuk e di se çfarë lajmi është ky që merrni, por sido që të jetë ju vjen për mirë dhe me sa duket këtu fillon një kapitull i ri në jetën tuaj. E njëjta gjë vlen për marrëdhëniet në çift, e njëjta gjë vlen për kontaktet që krijohen tani me individë të cilët mbase në fillim nuk i vlerësoni aq sa duhet, por duke shumë qartë se ku po ju çon situata. Nuk ka më kthim pas ama. Kjo është vetëm një gjë e sigurt. Prej këtij në vazhdim vetëm vazhdoni përpara. Ç'a ishte, ç'a iku, çfarë mbaroi, prej këtij në vazhdim thjesht vazhdoni përpara. Zgjidhja i përket 3 çështjeve të rëndësishme të jetës tuaj. Pra, dita e premte sjell zgjidhjen e 3 çështjeve shumë të rëndësishme. Plus kësaj është dita ku shumë prej jush mund të shikoni të manifestuar, pra të kthyer në realitet një ëndër të cilën e kishit ëndër prej një kohe shumë të gjatë dhe tani thjesht bëhet realitet. Pra është momenti për të jetuar ëndrrën, si të thuash, ditën e premte ose diçka që e kishit si një ëndër, duket se kthehet realitet sikurse u thash. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sigurisht që secili nga ne ka një ëngjëll që e mbron, parardhësit tanë janë ëngjëjt tanë në pjesë më të madhe të rasteve dhe ju e kuptoni shumë qartë dhe do e shikoni shumë të theksuar këtë gjë ditën e shtunë jetën tuaj. Përmes një ëndre që do të shikoni, mund të kaloni situatë të vështirë ku do thoni nuk e di se si shpëtova, po shpëtova, ose thjesht merrni një mesazh intuitiv, si të thuash, se çfarë duhet të bëni dhe si duhet të vazhdoni prej këtej në vazhdim në jetën tuaj. Por keni parasysh edhe diçka tjetër. Çfarëdo lloj gjë që vini në mendjen tuaj ditën e shtunë mund të bëhet realitet në të mitën e sekondës, domethënë ka shpejt vepron. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku prapë në mendime jeni, sidomos për vendime të rëndësishme që duhet të merrni në lidhje me të ardhmen tuaj, është një ditë që nuk do doni të takoni shumë njerëz, do doni të qëndroni pak të izoluar për të racionuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj. Unë kam besim te ky proces dhe kam dhe përshtypjen se nuk do gaboni dhe do zgjidhni atë çka është më e mira për ju. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që nuk e di, të shohim se si do na dali, por që kemi dhe një muaj të ri,
të shpresojmë që do jemi mirë këtë muaj, gjithmonë mirë do jemi, do me thënë unë dua gjithmonë të mendoj se pavarësisht vështirësive, problemeve, sfidave, kanë një arsye pse ndodhin dhe nëse do e konsideroni veten tonë si ai heroi, si Herkuli me atlet e veta, me sfidat e jetës së vet, por që çdo sfidë e kthen në sukses, atëherë pse jo? Dhe ju i ngjasoni Herkulit, me thënë të drejtën, juve luan të dashur. Atëherë unë nuk më vete gjë tjetër veç të uroj një javë të mbarë dhe një muaj edhe më të mbarë akoma, dhe nisi me ditën sot ku duhet të merrni vendime të rëndësishme, sa bukuruani zgjerat dhe gjithmonë është po si del. Po pra, sot është dita ku merrni vendime të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj. Jeni në një udhkry, sigurisht jeni, të tipit çfarë do bëj me këtë marrëdhënie, ta vazhdoj ta lë. Të tipit çfarë do bëj me këtë vend pune, të pranoj këtë ofertë apo të pranoj ofertën tjetër, të vazhdoj këtu ku jam apo ndoshta të shikoj për diçka tjetër. Çfarë do bëj në lidhje me një projekt, pra duhet të merrni vendime të rëndësishme, të ndani mendjen sot. Nuk ka rëndësi se çfarë vendimi merrni, të duhet ta dini pavarësisht frikës dhe pasigurisë që ndjeni, po ju them, nuk ka rëndësi se çfarë vendimi merrni. Rëndësi ka thjesht të merrni një vendim. Pra, edhe një herë t'u sqaroj, pavarësisht se çfarë vendimi do të merrni, prapë mirë do ju dilte. Ajo çka është e rëndësishme është që ju thjesht idhni hapin. Pra idhni hapa sot, merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj dhe nuk ju del për keq. Për sa i përket ditës, po pra nuk ju del për keq. Dhe ja ku e shikoni ditën e marr direkt që ai investim që po bëni që ditën e hënë, domethënë, që ndani mendjen. Pra investim që po bëni, ose nënshkruani për shembull një dokument shumë të rëndësishëm ditën e martë në lidhje me një vendim që merrni ditën e hënë dhe që keni kohë që po e mendoni. Sidoqë të jetë kjo gjë ju sjell një sukses shumë të madh, i cili përkthehet në sukses që në momentin që veproni mbi një dokument siç thashë nënshkruani, me një vendim që merrni, me një premtim që bëni apo ju bëhet, por rezultatin konkret dhe largpamës të kësaj gjëje, pra suksesin e vërtet, do e shikoni diku aty nga koriku i këtij viti. Por që sidoqë të jetë po ju pret një sukses shumë i madh dhe njëta gjë vlen edhe në karrierën tuaj. Tani përsa i përket karrierës, them se këtë sukses e shikoni direkt të përkthyer në realitet ditën e martë. Për shkakun që do mendoni se ishte vërtet e bë zgjedhjen më të mirë. Vërtet do të thënë bë të mirë që e morët atë vendim që morët. Po që prapë, në mënyrë largpamëse, në plan largpamës, ajo gjë do të duket më tepër aty nga muaji korrik. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur, do të thënë është po. Atëre e hënë, e martë, e mërkur favorizojnë çfarëdo gjë ka të bëjë me nënshkrim e kontratash, sidomos, çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje ligjore, notariale, pra dokumenta gjithmonë kanë një proces notarial ligjor brenda vetes së tyre, një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, shumë mirë po veproni. Domethënë këtu duket shumë qartë që vendimet që po merrni me të vërtetë që janë të goditura, i keni qelluar mirë domethënë në shenjë. Përveç kësaj është ditë ku si të thuash, fati, jo vetëm fati, po dhe karma, ju tregon se mbase ndoshta duhet të humbisnit nga një ran që të fitonit në anën tjetër. Do me thënë, ky suksesi juaj shoqërohet me një humbje të para pak kohëve, ndoshta me një bashkëpunim që nuk eci siç e menduat ju, ndoshta me një marrëdhënie në çift që nuk eci siç e menduat ju, ndoshta një bisedë në lidhje me një kontratë apo me një investim që nuk eci siç duhet, domethënë humbët nga një ran, por ja ku po fitoni nga ana tjetër. Ju që jeni beqo, kujdes ditën e mërkur, mund të takoni një individ që me të vërtet do të jetë shumë i rëndësishëm për të ardhmen tuaj në çift, por edhe mund të lindi një bashkëpunim shumë i rëndësishëm, shumë premtues në plan në fat gjatë, dhe përveç kësaj, se do t'i them të gjitha mos t'i haroj, përveç kësaj, ajo çka vjet re tjetër është se jam iku tani nga mendja. Po, arrit një farë stabiliteti në jetën tuaj më në fund. Do me thënë më në fund duket se po arrini atë stabilitetin tuaj edhe ju. Shumë që bukur është dita e mërkur, është goxha bukur. Po, për ju tani që jeni në një marrëdhënie në çift dhe kjo marrëdhënie po ecën mirë, do merrni edhe do jeni dhe hapin tjetër, do të tipit një fejohem, kalojmë një bashkëtesë, do të bëj diçka më serioze. Dita e mërkuri ka këto tipare. Për sa i përket ditës e njëjtë tani, dita e njëjtë është dita ku në mos juve femrat në aspektin personal, sikurse ju thash, keni një arritje shumë të madhe. Do me thënë, po mund të merrni një propozim të tipit siç ju thash, do me thënë e çojmë në tutje një marrëdhënie që e kemi në çift,
investimet që bën janë shumë të rëndësishme kësaj kohe dhe do dalin në fitime shumë të mëdha. Fundja ju ndihmojnë të stabilizoheni ekonomiko-financiarisht ose të nisni një projekt i cili do të sjellë shumë fitime dhe në plan afatgjat, por dhe ju dhe meshkuj duket se merrni vendime dhe në plan personal, sikurse e thash, domethënë fejojeni, martoheni, bashkëtoni, nuk e di, por edhe me investimet tuaja duket se do të keni shumë fat. Domethënë, bukur kjo jap për ju, më pëlqen. Deri tani domethënë, shumë bukur është. E njëtja kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku qetësisht dhe në paqe jeni me veten tuaj, do me thonë, shiko, është një javë suksesi, është një javë që stabilizoni dhe, do me thonë, futeni në shina për shumë gjëra, do me thonë, në jetën tuaj, edhe sigurisht që kjo ju falë dhe qetësi shpirtërore pikë së pari, por që ajo çka unë po ju them tamam është që thjesht bëni paqe me veten tuaj. Këtu qetësoheni shpirtërisht, emocionalisht dhe emotivisht dhe jeni të kënaqur me vendimet që po merrni, të paktën do të ndjeni të qetë. Tani, në qoftë se ascendentin e keni dhe në këto shenjat e ujit, do me thënë peshqit, gaforja dhe akrepi, atëherë edhe më mirë akoma. Edhe më qetësisht dhe butësisht ju vjen kjo lloj gjëje. Po keni mundësi ama ditën e premte, përveç kësaj qetësi, sikurse po them, emocionale tuajën, të përjetoni dhe një, nuk e di, një drejtësim, siç mund ta themi, shpirtëror, të tipit, tani e di se ku e kam thirrjen, tani e di se kush jam, por ju për shembull që anoni këtej nga okulti, siç po bëj unë tani, domethënë jeni në astrologji, jeni në okult në përgjithësi, duket se po e merrni thirrjen tuaj dhe po e pranoni atë detyrë që po ju caktohet nga universi. Uroj mos të manipuloni keq me këtë lloj dhuntie dhe aftësie që po zbuloni se e keni, por ta përdorni për mirë, për të orientuar vërtet individ të shkojnë atje ku duhet të shkojnë, të gjejnë veten e tyre, ashtu sikurse dhe ju po gjeni veten tuaj. Pra iku dhe kjo dita e premte, siç po thosha, në martë më kurrë e premte. Dhe vazhdojmë me ditën e shtunë, dita e shtunë, ja ku jemi përsëri, domethënë intuita është full ditën e premte, të shtunë. Pranojni thirrjen tuaj, kaq do ju them. Në qoftë se zbuloni se jeni në spiritualitet, se jeni, nuk e di, s'është thënë me se s'bën të bëheni, të lexoni astrologji, letra tarot, ku gjën se çfarë, por mund të zbuloni se keni aftësi të tjera, kuruese për shembull, orientuese, jeni klervojent, mund të parashikoni të ardhmen apo të keni ndjesi të cilat ndihmojnë masat. Sido që tjetër është një thellësi, le të themi, emotive, psikologjike, të cilën mund ta përdorni dhe për të mirën tuaj, por dhe për të mirën e të tjerëve. Një frymëzim që do e keni ditën e shtunë mund të bëj të mundur lindjen e një projekti shumë të rëndësishëm për ju, por dhe për masat. Nuk është e thënë me se s'bën kjo të jetë e lidhur me spiritualitetin siç u përktheva deri tani, mund të jeni në punën krijuese, mund të keni një ide për një projekt muzikor ose teatral ose nuk e di se çfarë, por që me të vërtet ka për qenë shumë i rëndësishëm dhe për ju, po dhe për masat në përgjithësi do pritet mirë. Dhe për sa i përket ditës së diel, ja ku e keni. Ore shijoni dhuratat që universi po ju sjell. Kaq ditë ju them, dhe ta mbyllim këtu festoni, gëzoni, jeni shumë mirë në jetën tuaj, do të jeni dhe më mirë akoma. Është momenti juaj për ta shijuar këtë gjë që do të zgjasi. Keni parasysh? Do të zgjasi. Përshëndetje shenjë vigjëreshës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle për të analizuar si gjithmonë tiparet e kësaj jave dhe për shenjën tuaj. Një javë me muaj të ri, sepse normalisht që prej nesër fillon muaj i ri. Kujdes me nesër, është dita ku nuk e dim sa do t'i marrim parasysh çfarë na thon, por që sido që të jetë, uroj të jetë një muaj i mbar. Një muaj i mbar, një javë e mbar. Edhe për ta zbuluar nisim direkt me ditën e hënë, ku me sa duket, nuk e di, tu tani sot dita. E para nga aspekti social, merrni shumë mbështetje, shumë përkraje, shumë fjalë të mira, shumë sukses. Që do të thotë sot në qoftë se nënshkruan një kontratë të rëndësishme, sot në qoftë se ju bëhet një propozim i rëndësishëm, e pranoni, si gjithmonë. Sot mund t'ju bëhet një propozim dhe që ka lidhje me dashurinë, domethënë me stabilitetin tuaj personal, por edhe profesional, nuk mund ta përjashtoj. Është ditë suksesi në vija të përgjithshme, por nuk është një sukses i cili zgjat pak, zgjat për shumë gjatë në kohë, dhe
sjell gjithashtu edhe, domethënë sa thuash, është një sukses i merituar. Falë përpjekjeve punës, fakti që nuk keni rreshtur së angazhuari, së përpjekuri, dhe më në fund merrni atë gjë që meritoni. Por, gjithashtu, favorizon për një njohje të re brenda shoqërisë, me një person i cili ju vetëm do të qëndrojë gjatë në jetën tuaj, por do të jetë, si të thuash, lumturia më e madhe jetës tuaj prej këtej në vazhdim. Është ditë suksesi dita e sotme për ju që jeni blogera, për ju që jeni influencera, për ju që jeni në botën e artit, të krijimit në vija të përgjithshme. Një sukses, nuk e di, domethënë që një bashkëpunim i cili me të vërtetë ndryshon dhe jetën tuaj, por sjell dhe një projekt i cili do të mirëpritet shumë. Çfarë do të them shumë për ditën e sotme, o njerëz? Më të bukurat, më të mirat, ju thash, më të mirat i keni sot. Sot. Vazhdoj me ditën e martë. Për sa i përket ditës së martë, po ja ku jemi në të njëjtat kushte, të tipit u përpoqet sikurse ju thash për të kapur atë peshkun e madh në jetën tuaj, varet se çfarë do secili, një punë të re, kushte më të mira pune, ngritje në detyrë, ngritje në një rroge, dalin nga një situatë e vështirë. Sido që tjetë është ajo kap një mundësi, atë një mundësi që e pristit ja ku e keni, ju vjen, nisi ditën e hënë edhe dita e martë e tillë është. Pra, për ato gjërat të cilat i keni pritur prej kohësh të vinë, duket se po vinë. Ju thjesht mundoni të mos bëheni tamaqar dhe kujtoni se sa u lodhët për t'i pasur këto gjëra, pranojeni për ashtu siç janë, edhe nëse ju duken pak, pranojeni, se çfarë vjen pastaj më e madhe, punë e madhe le të vijë, keni të lehtë për ta lënë këtë që do vi tani, por diçka që mund të vijë më e madhe më vonë. Por sido që të jetë, pranojeni dhe bëni pjesë të jetës tuaj. Pse? Sepse aty nis cikli i ri. Por që nëse refuzoni tani të tipit po jo se unë prisja ndryshe, po jo se nuk është mama ajo që prisja unë, e mbyllni derën. Kështu që bëni kujdes, pranoni çfarëdo gjë ju vjen si mundësi, kishit kohë që po i kërkonit gjërat saktuara të vinin në jetën tuaj, pranojeni, ashtu siç janë. Vin gjëra edhe më të mira akoma, po thjesht hapni derën. Kështu që dhe përsa i përket edhe traumave që keni kaluar, edhe një fobi, frike që kishit, edhe këtë gjë po jeni prapa krave dhe po nis një etap, një kapitull i ri në jetën tuaj me shumë sukses, më besoni. Kështu që ju lutem shumë për çfarëdo gjë që vjen, pranojeni për ashtu siç vjen. Ka një arsye, pse po vjen ashtu siç po vjen. Ju thjesht mos e hidhni poshtë asnjë gjë që ju ofrohet, propozohet, vjen. Përsa i përket ditës së mërkurë, jemi në udhëtime, domethënë jemi në lëvizje për çështje pune, për të ndryshuar pak ambient. Shumë prej jush mund ta merrni pushim, të vendosni të shkoni diku thjesht për të qartësuar mendimet, ndjenjat, për të kthjelluar. Pra keni nevojë për ndryshim dhe ndryshimi vjen në jetën tuaj. Edhe nëse kish nevojë për një shkëputje të vogël, shikoj, për shembull, jemi në një vend pune, ambient pune, ku vjen e prori dhe të thotë edhe si është puna, a mund të vesh ta shikosh ti këtë çështje diku në një qytet tjetër ta zon. Ose po t'jap këto ditë leje për të mos zgjidhur këtë lloj problemi. Ose dhe ju mund të jeni ata të cilët thoni, a mund ta marr leje për shembull, ta bëj pak pushim. Në një marrëdhënie në çift do kërkoni time out për të reflektuar, për të parë se ku jeni dhe se ku duhet si duhet të vazhdoni. Por sido që të jetë dita e mërkurë, sjell një farë pauze në jetën tuaj, shkëputeni nga rutina juaj dhe çfarëdo gjë që të bëni jashtë rutinës tuaj, duket se ju kthjellon dhe ju bën të merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj, shumë të rëndësishme. Kështu që këto janë tiparet e ditës së mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do më bëni çik kujdes, kam përshtypje se nuk do i shikoni gjërat tamam ashtu siç janë, po do doni të shikoni më të zbukuruara, më të thjeshta. Këtu qëndron edhe ajo kleçka i kurthi, si të thuash, do mos me individ të caktuar. Kështu që do bëni shumë kujdes nga fjalët që dëgjoni ditën e enjte, nga premtimet që ju bëhen ditën e enjte, nga individ të cilët vinë në jetën tuaj, sepse këtu bëhet fjalë për një farë mashtrimi, një farë kurthi, që fundja vetja punoni vetes tuaj, do me thënë kujdes. Kujdes të keni perceptim dhe kthjellësi, perceptim të qartë dhe kthjellësi mendore të qartë për ato gjëra që doni të arrini, për ato biseda që bëni, për ato çka dëgjoni dhe u premtohen, që të mos kaloni në gabime. Nuk investojmë ditën e enjte, as në person, as situata, as në ekonomi, as një gjë. Përkundrazi mundohemi të jemi të qetë, të kthjellët, të çorientuar do të ndiheni, tash mendimet nuk do i keni të qarta. Kështu që prandaj po them edhe bëni kujdes me ndoshta vendime të rëndësishme që duhet të merrni brenda
Ditës së njëjtë mundon t'i evitoni ose t'i shtyni për më tej. Dhe në përgjithësi ti është bëni kujdes ditën e njëjtë me çfarë do lloj gjë që bëni pra. E përkohshme është një ditë është, por që kujdes, në një moment mund të ndryshojë gjë tjetër apo jo. E njëjtja kjo na i prishi ç'i gjëra, po punë e madhe s'ka problem. Për sa i përket ditës së premte tani, dita e premte është dita ku për të gjithë ju që keni kaluar shumë vështirë, domos je ditë që i parë një herë. Po dhe lëre pastaj je ditë që i fundit, domethënë nga data 14 ju që keni lindur shtator, deri nga data 18, 19 diku aty, me të vërtet keni kaluar vështirësi të mëdha dhe jeni aq të lodhur saqë shpirti juaj e di, por që sido që të jetë, prap në këto momente të tuaja të lodhjes, të pamundësisë për të sjellë ndryshimin, duket se një mrekulli ndodh në jetën tuaj dhe atje ku ju nuk arrini dot vetë ta sjellni ndryshimin sikur se thash, dhe ta bëni diferencën, fati vjen edhe ju ndihmon. Pra atje ku ju nuk arrini dot vetë të zgjidhni diçka, zgjidhet vetvetiu. Kështu që flini gjumë, qetësoni, rini të qetë sepse situata ka zgjidhje dhe ju gjen madje edhe të papërgatitur është totalisht e papritur kjo lloj gjë që vjen në jetën tuaj, por vjen për t'ju ndihmuar, pra është një mrekulli, si ta thuash. Ajo gjë që ndodh ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku, ore pse e kam gjithmonë për të ditës të fundit, mundoni të kontrolloni pak mendimet tuaja dhe jo vetëm për ditës të fundit. Bëni kujdes në përgjithësi, do thosha. Le të keni të gjithë kujdes, shenja e vigjëreshës me mendimet tuaja. Pra, duket sikur keni arritur një farë zhvillimi, keni arritur një farë suksesi, por prapë sabotoni veten tuaj keq. Domethënë, kujdes ju që keni kohë që po luftoni me një gjendje psikologjike të rënduar, ose me një fobi që e keni, ose me një frikë që e keni lidhje me një situatë me një person. Mendja juaj pjell. Imagjinata juaj pjell dhe krijon realitete jo fort të mira. Kështu që kujdes, mendimet kthehen dhe fjalët kthehen gjithmonë në realitete. Nuk keni pse ndiheni fajtor, edhe pse në faj mund të jeni, nuk ka arsye pse ti ktheheni gjërave të së kaluarës, nuk e ndryshojmë dot të kaluarën, kaq duhet të kuptoni. E vetmja që mund të bëni është thjesht bëni paqe me veten tuaj, pranoni situatën dhe thjesht vazhdoni përpara sepse është e kot të rish të luash të njëjtin skenar në kokën tënde, nuk fiton ndonjë gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, shumë prej jush më në fund përmbushni fatin tuaj, arrini të përmbushni fatin tuaj. Mos harrojmë që noduset e hënës, që fundja janë dhe ajo çka quajmë arrim të përmbushni fatin ton, janë në aksin peshk vigjëresh. Kështu që po shumë prej jush arrini të keni realizime në jetën tuaj të rëndësishme, konkrete, të prekshme dhe afatgjata në aspektin personal, profesional, por dhe individual të tipit shpirtëror. Gjeni veten më në fund. Më në fund gjeni qëllimin tuaj të jetës dhe orientimin tuaj, kështu që bravo, shumë bukur. Përshëndetje ishte një peshores, përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që uroj të jetë një javë e mbar dhe një muaj edhe më i mbar akoma, me që nisi edhe muaj i ri brenda kësaj jave. Nuk e di se si ma keni mbyllur muajin mars, fundja u mbyll me një eklips të pjesshëm, po ta marrim ta analizojmë tamam. Ishte fare i papërfillshëm, ta shikojmë tamam. Nuk ishte asaj magnitude siç e bën të gjithë të dukej. Megjithatë nuk e di si ka ndikuar në jetën tuaj, sidomos të juve që i përkisni fundit të 10 ditësh të parë dhe fillimit të 10 ditësh të dytë. Por sido që të jetë, çfarëdo gjë që mund të ketë ndodhur, mundoni të kuptoni që ju çon përpara. Pra bëhet fjalë për mbyllje ciklesh dhe hapjesh ciklesh të reja. Kështu që çfarëdo gjë që mund të ketë ndodhur për më mirë, ju çon jo për më keq. Tani dita sot po sjell zgjidhje situatash, e keni vetë çelësi në dorë se çfarë do bëni. Më thënë si do thuash, e ke vetë në dorë, varet se do veprosh. Do duash të ecësh përpara apo do duash të rish në vend numëro. Sido që të jetë, për çfarëdo lloj hapash po hidhni, për çfarëdo lloj realizimesh që keni apo çfarëdo lloj hapje syshi po bëni, kjo gjë sigurisht shoqërohet me kthjellim mendor, sigurisht shoqërohet me zbulime që i bëni shumë të rëndësishme, por do të kuptoni se sot për një pjesë të mirë prej jush mbyllet një derë për t'u hapur një derë edhe më e madhe akoma. Thash, kjo gjë nuk mund të vikollaj, sepse ka shumë përballje, ka shumë edhe debate mund të ketë, por ka edhe shumë
zbulime të rëndësishme, ku më në fund ju kuptoni se gjërat e keni parë përmes Chelsea-t, ose vrimës së Chelsea-t, tani ka ardhur momenti të shikoni gjërat për ato çka realisht janë, pra të keni një pamje të plotë. Hapni derën dhe kuptoni, merrni vesh. Pastaj se çfarë vendimesh merrni, kjo gjë ju takon juve. Ama sido që të jetë, pavarësisht gjërave që zbuloni, merrni vesh, kuptoni në lidhje me jetën tuaj dhe me të tjerët, vendimi ju takon juve. Dhe mbyllni me të vërtet një derë, por hapet një derë edhe më madhe akoma. Kjo ka rëndësi. Për sa i përket tani ditës së martë, po sigurisht, po krijoni një jetë e re. Kjo jeta juaj e re ka tipare që ju doni të ketë, ka nuancat që ju doni të ketë, ngjyrat që ju doni të ketë. Kështu që varet nga ju se çfarë cilësie jeta juaj do të ketë prej këtej në vazhdim. Pra është diçka që ju vetë e vendosni. Pra çdo gjë varet nga ju. Por që po është një ditë kthjellimi mendor i vërtet, është një ditë që bëni ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj, por janë ndryshime të cilat i japin më në fund lezet jetës tuaj prej këtej në vazhdim. Gjithashtu shumë prej jush mund të merrni pjesë në një aktivitet shoqëror, kulturor, ditën e martë, ku përmes këtij aktiviteti duket se njihni dhe individ shumë të rëndësishëm, të cilët ju ndihmojnë juve të realizoheni në fusha dhe në aspekte që nuk e kishit imagjinuar ndonjëherë. Ose në qoftë se i përkisni botës së spektaklit, të artit, atëherë i bie që ju pret një sukses shumë i madh ditën e martë, ose jeni duke punuar në një projekt i cili do të ketë një sukses shumë të madh pak më vonë. Për sa i përket ditës, po të paktën do ndjeni të plot. Do ndjeni se jeta juaj ka kuptim ditën e martë. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku po thurni plane afatgjata. Ju thash, nëse jeni duke punuar me një projekt të rëndësishëm brenda kësaj jave, por që e dini shumë mirë që nuk mbaron nesër apo pas nesër, po do zgjasi në kohë, atëherë po jeni duke ecur drejt së ardhmes. Do me thënë këto projekte tuaja, realizimin ose rezultatin do e japin diku aty nga muajt e verës, korrik gusht. Ama rëndësi ka t'jeni duke punuar mbi baza solide, do me thënë qoftë se konkretisht po punoni mbi diçka konkrete, atëherë rezultati është i prekshëm dhe jo vetëm kaq, po ju pret një sukses shumë i madh. Por nëse jeni thjesht në ndërime e sipër, atëherë keq më vjen që po e them, por ëndrat tuaja shuen shumë shpejt dhe rezultatet nuk kemi gjithsesi. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ja dedikoni vetes tuaj, merruni me veten tuaj, me mirëqenien tuaj, me përkujdesje ndaj vetes, një trajtim, çfarë do gjë qoftë, një spa, një ndërhyrje estetike, nuk e di, sido që të jetë, nuk ju del për keq, për mirë ju del. Por që po, është dita që duhet ja dedikoni vetes tuaj, pra. Dhe kujdes ndaj vetes. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku Zoti i Madh uroj vërtet që gjithçka, siç është kjo letra e universit, të jetë në favorin tuaj dhe vërtet këtu që universi po ju jep një dhuratë që është ai moment që njerëz të vjen në jetë. Shfrytëzojeni jo në maksimum, por ta kaloj maksimumin nëse keni mundësi. Është ai një projekt që dëshiroje një jetë të tërë, është ai një propozim që dëshiroje një jetë të tërë, është ajo një ëndër që kthehet në realitet, është ai një fat që një herë të troket në derë, është një lidhje e re, një marrëdhënie e re, është një fat i ri, është një fëmijë që ndoshta vjen më në fund jetën tuaj, ose ju që po nisni një jetë të re, brenda një fillimi të ri, me hapa të reja, por që është një kapitull i jetës tuaj i cili nëse do dini ta jetoni, ta shfrytëzoni siç duhet, nuk e di, bën gjithë diferencën për jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Jeni të mbrojtur ama. Do të thënë edhe kjo, ditën e premte, në çfarëdo situate ose me çfarëdo situate të vështirë që jeni duke u përballur dhe sidomos për ju që keni nevojë për hynore në jetën tuaj, domethënë ndërhyrjen e Zotit vetë, dorës së Perëndis, do e keni mbrojtje hynore ditën e premte dhe për situata riskioze ose për çfarëdo lloj risku që po ju kanoset, juve jeni të mbrojtur. Dhe këtë gjë duhet ta themi. E premtja kështu. Dhe përsa i përket ditës së shtun, kujdes egocentrizmi. Domethënë kur gjatë ndonjëherë të vinë kollaj dhe lehtë, ndonjëherë dhe mund të bësh arrogant, dhe mund të bësh cinik. Por që kujdes me këtë pjesë. Do të thënë duhet të kuptoni se duhet të dilni ju disa prej jush çik nga flucka juaj e sapunit, sidomos juve të 10 diçit të fundit, por edhe 10 diçit të parë, disa prej jush, kujdes, jo shumë egocentrik, jo shumë unë jam edhe unë bëj edhe të tjerët janë,
Ju që po jetoni dhe jeni futur në këtë fluckën tuaj të sapunit dhe ju duket sikur vetëm ju dhe askush, do të keni një goxha goditje ditën, do të merrni një goditje ditën e shtunë dhe sidomos në egon tuaj që do ju bëj të reflektoni, uroj të reflektoni, nëse jo, do të jenë dhe më të mëdha pak më vonë. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita ku një ndriçim truri është diçka që duhet, do të thonë një ide, një frymëzim, një shkëndijë në trurin tuaj që ju bën të kuptoni se jeta juaj ka ndryshuar dhe do të ndryshojë edhe më shumë prej këtej në vazhdim, ose të thua shikoj parasysh kur jeni në një situatë të ngecur, kur ke frikë nga gjithçka, kur nuk ke humbur veten tënde, e rigjeni përsëri dhe nuk ka më kthim pas. Do të thënë prej këtej në vazhdim, thjesht keni gjetur veten. Si do thuash, edhe do vazhdoni në këtë plan të veproni. Është shumë moment i bukur, më pëlqen jashtë mase shumë, por është edhe e thashë, ai momenti që një shkëndi në tru të bën të sjellësh diferencë, të bësh diferencë në jetën tënde. Dhe ju po e bëni të diferencë në jetën tuaj pikërisht ditën e diel. Përshëndetje, përshëndetje shenja krepit, përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës. Sigurisht për shenjën tuaj, një javë që uroj të jetë sa më e mbar, një muaj edhe më i mbar akoma. Nuk e di se si e mbyllet muaji në mars, e di që shumë prej jush mund të më thonë që edhe nuk e patët shumë të lehtë. Të tjerë mund ta kenë pasur edhe më të lehtë akoma, disa mund të më thonë që ua, më në fund do që më qafe trauma, frikra, fobira, zbuluam gjëra që nuk i dinim, armiq të cilët nuk e dinim që i kishim. Dhe këto gjëra janë të bukura, pavarësisht vështirësive me të cilat vinë. Disa mund të kenë investuar dhe ju ka dalë mirë investimi. Varet nga secili prej jush se si e keni përjetuar, ka dhe nga ata prej jush të cilët vërtet mund të keni zhgënjyer, mund të keni marrë zhgënjime shumë të mëdha brenda muajit mars, por që ju ndihmon të hapni syt dhe të shikoni gjërat me qartësinë që u takon. Atëre, vazhdoj me ditën sot, dita e hënë, bravo, shumë e bukur dita e hënë, është pikërisht ajo që u thash. Shumë prej jush kanë gjetur qëllimin, po gjeni qëllimin e jetës tuaj sot, jeni optimist për sa i përket ardhmes, një frymëzim ose nuk e di, sot do të keni një ndjesi se gjithçka mund të arrihet. Të gjitha ëndrat mund të kthehen në realitet nëse do t'i kthesh në realitet, nëse mendon pozitivisht. Por edhe fati me sa duket ju do, dhe për një pjesë të mirë prej jush realizon ëndra që i kishit, që nuk mendonit kurse do mund të ktheheshin në realitet. Shumë prej jush ju a thash shpëtoni nga fobira, frikra, pasiguri, trauma që i kishit. Shumë prej jush gjeni thirrjen tuaj të vërtetë. E dini sot se ku e keni të ardhmen tuaj, për çfarë keni janë në këtë jetë dhe çfarë duhet të realizoni. Por që po, sot është ditë manifestimi, edhe shumë prej jush mund të shikoni se një ndër e juaja, sikur se thash, kthehet në realitet. Por ju që përkisni botës së artit, nuk e di çfarë frymëzimi keni sot, por është fenomenal, dhe për të gjithë ju që jeni në botën e spiritualitetit të okultit, edhe ju keni një frymëzim të papar sot, i cili do ju çojë edhe më shumë gjatë, domethënë. Shikoj se për ju që jeni në spiritualitet, në okult, do zbuloni për veten tuaj aftësi që ndoshta nuk, domethënë, mendonit se i kishit, por nuk dini se në çfarë shtrirje ekzistonin. Sot është një ditë shumë e veçantë. Dhe nëse keni parë një ëndër të çuditshme, ajo është një mesazh shumë të rëndësishëm. Pra është një kod më vete. Kështu që po ju përgatit për një sukses të madh në jetën tuaj pak më vonë. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë, wow, nuk e di unë sinqerisht kur them gjëra të bukura, jo me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, por me gjithë universin bashkë, u uroj t'ju dalin kështu. Po, thash, keni kaluar disa prej jush një vështirësi shumë të madhe, disa prej jush po mbyllni një cikël shumë të rëndësishëm jete, edhe me ngjecje mendore, me ngjecje psikologjike, me frikë për veten tuaj, për aftësitë tuaja, të cilat nuk do i keni më. Do të thënë dita e martë ju bën të kuptoni se ndonjëherë kur e do veten, universi të do dhe pikërisht atë moment që je duke u dorëzuar të tregon se ja kaq ishte. Kaq duhet të kishe besim dhe përderisa patë besim urdhro tani të gjitha janë të tuat. Kështu që dita e hënë, dita e martë sjellin realizime shumë të bukura për ju, me mbylljen e një cikli vuajtjesh, vështirësish, frikë dhe pasiguri për veten tuaj dhe për aftësitë tuaja, të cilat nuk do i keni më. Dhe për të gjithë ju që jeni në një pozitë të vështirë, që po prisni një zgjidhje të një problemi që thjesht nuk e zgjidhni dot vet, universi vjen dhe u azgjidh pa lodhje fare. Kështu që është pikërisht ai momenti që e pritët prej shumë kohësh,
edhe luftuat dhe u dorëzuat në shumë herë, po që ja ku po ju vjen tani edhe shijojeni në maksimum sepse nuk besoj se ka më kthim pas prej këtej në vazhdim. Shumë gjë e bukur. Për sa i përket ditës së shko se ka të bëjë dhe me shëndetin, mendor, psikologjik, tash ku kemi ngecje psikologjike. Është njësoj sa kesh një problem fizik, mos ta harrojmë që pjesa më e madhe e sëmundjeve lindin nga truri apo jo. Kështu që shumë prej jush duke rregulluar trurin tuaj, shpëtoni dhe trupin tuaj njëkohësisht. Por dhe për probleme konkrete, ekonomiko-financiare, me veten tuaj që i keni pas një pjesë e mirë, me çfarë do gjë ka qenë ngecje, ngërç, zgjidhen. Kjo ka rëndësi që zgjidhen dhe hyni në një tjetër lloj cikli dhe etape të jetës tuaj shumë të rëndësishme. Përsa i përket tani ditës së mërkur, shumë prej jush mund të merrni propozimin e jetës tuaj më në fund, hajde të fejohemi, të martohemi, jam gati për një bashkëjetesë e gjëra të tilla. Por mund të lindi ditën e mërkur edhe një bashkëpunim shumë i rëndësishëm. Pra, çfarëdo gjë ka të bëjë me martesa, fejesa, bashkëjetesa, por edhe bashkëpunime janë fenomenale. Janë fenomenale dhe më në fund ja ku po ja dilni dhe po ja arrini këtë gjë që prej shumë kohësh e keni pritur dhe keni dëshiruar. Për sa i përket tani, shikoj se kjo vlen dhe për kë ka ascendentë, më pyesni shpesh a vlen dhe ascendenti, po sigurisht që vlen dhe ascendenti. Dhe sigurisht që është ascendenti mbi të gjitha. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita ku shikoj se jeta juaj po ecën shumë mirë, por kur ecim shumë mirë, domethënë kur ne elevohemi ose më në fund arrim atë sukses që duam të arrim, kuptojmë se nuk mund të vazhdojmë rrugëtimin ton me individ të caktuar. Pra në qoftë se në karrierën tuaj po ngjiteni lart, në qoftë se jeta juaj po merr një tjetër lloj rrjedhe dhe jeni brenda suksesit, por në një martesë të dështuar, në një marrëdhënie të dështuar, me individ të cilët nuk duan ta shikojnë suksesin tuaj, nuk duan ta pranojnë që ju po ecni lart, atëre vjen momenti që duhet të distancoheni, duhet të kthjelloheni, të kuptoni se ndoshta ka momenti që të lini fatin të bëj punën e vet. Pra, në këtë suksesin tuaj do t'ju them se shumë individ do dalin nga jeta juaj. Dhe janë ata individ të cilët thjesht nuk vibrojnë dot njësoj si ju. Ju do arrini lart e më lart, por këta duhet të mbeten pas. Kështu që mundoni, ju lutem shumë ta kuptoni këtë gjë dhe ta pranoni gjithashtu. E ardhmja, fati, universi, se doni quajeni, po ju çon atje ku e meritoni të jeni. Por, jo të mosdoshmërisht dhe ata me të cilët jeni mund të vinë atje ku po shkoni ju. Kështu që sigurisht do mbeten pas. Tani, për sa i përket ditës së premte, ku jemi, dita e premte është dita ku u thash, është gjithë java kjo, javë konstrukti, javë që po ndërtoni të ardhmen tuaj, javë që po shkëputeni nga zinxhirët e toksicitetit, të pasivitetit, të çfarëdo lloj gjëje që ishte e ngecur apo ju mbante juve të ngecur në realitetin tuaj. Po me vështirësi disa prej jush po ja dalin dhe po ecin përpara, po çajin përpara, por kaq të vendosur sa po ju shoh, kam besim të plot se pavarësisht se sa disa individ mund të kenë dyshime tek ju do ja dilni më së miri. Po ndërtoni një jetë dhe një të ardhme që as vetë nuk e kishit imagjinuar. Domethënë, është sigurisht e kemi një ide se ku duam të arrim, por kjo gjë që po ndërtoni juve tani i kalon edhe pritshmëritë tuaja apo ëndrat tuaja më të çmendura. Thjesht vazhdoni kështu si e keni nisur dhe çdo gjë është e mundur. Për sa i përket shëndetit pastaj, juve që mbas e keni pas probleme me shëndetin tuaj, besomuni fal aftësive tuaja, fal përkushtimit tuaj ndaj vetes se kanë fjalën, dhe ndoshta mundësive alternative, ja dini të keni të gëzoni pak më vonë shëndet të plot. Shumë bukur edhe kjo gjë. Për sa i përket dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me ekonominë e financa, përfshihet në ato gjëra që po ju them, domethënë çfarëdo gjë mund të ishte një humbje, kthehet në një sukses, kaq duhet të kuptoni. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita arrim unisonin, arrim të ekuilibrohemi me veten tonë, arrim të bëjmë pashje me veten, arrim të bëjmë diferencën. Pra dita e shtunë ju tregon shumë qartë që ju keni arritur të bëni diferencën në jetën tuaj, do ndjeni shumë krenar për veten dhe arritjet tuaja. Dhe është edhe dita ku dhe marrëdhëniet në çift duket se janë të goditura, janë të qelluara mirë, domethënë do ndjeni mirë në përgjithësi me jetën tuaj dhe çfarëdo gjë po arrini. Dhe për sa i përket ditës së diel, do të mendoni shumë gjëre gjatë për propozime që do ju bëhen kështu
madje dhe pa pritur, pa pandehur, në lidhje dhe me karrierën tuaj, po dhe me çështje personale. Do me thënë, nëse ju akoma disa prej jush se kanë marrë vendimin për një angazhim në jetën personale, dhe tipit fejes martesë, do e mendoni shumë mirë këtë gjë ditën e diel dhe mund të merrni dhe vendime të rëndësishme dhe ti komunikoni ato ose t'ju komunikojnë këto gjëra, ose pastaj mund të prisni edhe një propozim shumë të rëndësishëm në lidhje me karrierën tuaj, të cilën duhet ta shqyrtoni shumë mirë, sepse vërtet që ju del shumë me sukses. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që të paktën për ju të 10 ditët të fundit fare do të jetë vërtet e rëndësishme gjithë kjo, do të thënë si javë. Neptuni na ka ikur na ikën nga Peshku dhe po na kalon në Dash, një pozicion që them ju shkon shumë, por sido që të jetë është e faza tranzitore dhe kur një planet ikën nga njëra shenjë dhe kalon te shenja tjetër, gjithmonë ajo faza tranzitore ndihet më tepër. Mund të ndjeni brenda kësaj dite të lodhur, psikologjikisht çik të çuditshëm, ëndrat që mund të keni parë mund të jenë me të vërtet shumë të rëndësishme, mesazhe shumë të rëndësishme, kështu që po është një fazë tjetër, po hyni në një tjetër lloj epoke të jetës tuaj shumë herë më mirë, dua të besoj dhe të mendoj. Sido që të jetë është një javë e re, një muaj i ri, ju uroj një muaj sa më të mbar, edhe fillojmë me analizën e ditës së sotme dhe në vazhdim. Përsa i përket ditës sot, po sigurisht ecim drejt një të ardhmeje të re, kot nuk u thash. Kjo ka lidhje edhe me karrierën tuaj, kjo ka lidhje edhe me synimet tuaja, me planet tuaja, sidomos për ju që jeni në tregti, në turizëm, për ju që jeni në çfarëdo gjë që ka të bëjë me profesion ku lëvizim, veprojmë, investojmë. Përsa i përket aspektit personal, shumë prej jush merrni atë propozimin që prej kohësh po e prisnit, por ka të lloj tipari të tipit prita shumë gjatë në kohë që ky person ta merrte këtë vendim që më në fund ja ku e merr. Dhe ka shëndet shumë gjasa që ky person që po prisnit ishte edhe diku jashtë, do të thënë mos ishit afër me njëri tjetrin, por ja ku po merret ky vendim, ja ku po fillon diçka e re në jetën tuaj, sidomos në aspekt personal, po dhe profesional, duket shumë qartë se o po lëvizni me ambient pune, ose po ndodhin ndryshime në ambientin e punës tuaj, ose ju po ndërmerrni hapa shumë të rëndësishëm në lidhje me të ardhmen tuaj që vërtet do të kenë sukses. Pra të themi është thjesht një nismë e re e cila do ju dalë me sukses. Shumë prej jush ama mund të jeni duke edhe bler një mjet të ri, do të thënë një makinë të re, ose duke ndryshuar mjetin tuaj, ose po bëni shofer për herë të parë. Vjet re edhe kjo gjë. Sot do të thënë i kemi këto qasje, i ka dita këto gjëra sot. Dhe lajme, komunikimi sigurisht që janë shumë të rëndësishme për juve sot. Çfarëdo gjë dëgjoni sot apo ju propozohet sot, ju çon shumë hapa drejt së ardhmes dhe mundoni të shqyrtoni me kujdes, sepse brenda atyre gjërave që u thuen, fshihet dhe suksesi. Atëherë përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku bien maskat të tipit nuk doni të luani më role, nuk doni të fshiheni më pas gishtit tuaj, nëse ka gjëra të cilat nuk shkojnë, doni t'i pranoni më në fund për faktin që thjesht nuk shkojnë dhe t'ua komunikoni dhe të tjerëve, pra do të jeni shumë të drejtë për drejtë ditën e martë, shumë të sinqert të thosha, ju realisht e keni këtë gjë deri në, ju të shokoni me atë drejt të qeni drejt për së drejti dhe brutal në atë çka e keni së të vërtetën tuaj. Por jeni ndër ata persona që nëse do ta dish të vërtetën kërkoja një shigjetari dashje apo vigjëreshe sepse do ta thon siç është. Nëse sido që të jetë domethënë bien maskat, kuptoni se njerëzit kanë shumë fytyra, por edhe ju është dashur të luani me shumë fytyra, gjë që nuk do doni ta bëni më. Pra, do doni të jepni fund kësaj loje. Por po dhe mund të zbuloni që shumë individ nuk janë ata që menduat ju se ishin. Tani përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita ku të shqetësuar do të jeni pak për çështje banese, çështje personale, çështje prone, çështje që kanë lidhje me financat, me shëndetin tuaj, pse jo, por që ose me shëndetin e një personi tuaj të dashur, ose në qoftë se i keni fëmijët adoleshenta, atëherë sigurisht dihet, kuptohet që prindi gjithmonë nuk resht së shqetësuari për fëmijët e vet, por me këta fëmijët tuaj do të më bëni kujdes, sidomos nëse këta kanë probleme me shëndetin e tyre, do gjendet zgjidhje, është e përkohshme gjithçka, që mos të më shqetësoheni, por duhet të kapet tani në kohë, do të thënë nuk mund të prisni më. Si të ketë lidhje pra kjo gjë me shëndetin tuaj apo me shëndetin e të afërmve tuaj, sidomos të fëmijëve tuaj, keni parasysh që zgjidhje ka. Thjesht duhet të vazhdoni, do të veproni tani në kohë. Dhe sidomos nëse kjo ka lidhje edhe me konsum
substancash. Domethënë që nëse keni fëmijë që janë përdorues substancash të caktuara, do të bëni shumë kujdes dhe në qoftë se vini re se shëndeti juaj po rëndohet për shkak të një kure të gabuar, atëherë mundoni ta kapni në kohë dhe të ndryshoni kurrën të paktën. Por që në përgjithësi këto janë çështje të cilat trajtohen shumë shpejt, kalojnë shpejt, thjesht është ai momenti që i trazirës në momentin ta thuash. Do kaloj, përkohësisht janë gjitha këto. Për sa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita ku shumë prej jush më në fund shikoni frytet e punës tuaj të realizuara, mund të korrni suksesin tuaj tani dhe të gëzojni me rezultatet e punës tuaj. Do me thënë më në fund korrni suksesit, të thuash ditën e enjte për ato çka investime keni bërë, apo punën që keni bërë, apo përpjekjet që keni bërë, më në fund ja ku përkthehen tani në sukses. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku thjesht ecim përpara, do pranoni një propozim që do ju bëhet për një vend të ri pune, për një lëvizje të paktën në një vend të ri pune, në një banesë të re, në një marrëdhënie të re, në çfarëdo gjë që e ardhmja ju premton dhe ju thoret që ta shijoni. Ajo çka kuptoni shumë qartë ditën e premte është se më kthim pas nuk ka. Do të thotë dhe sikur ju të keni ecur me mendimin se hajde mos e mund të kthehem në një moment të caktuar, në një lidhje të vjetër, në një bashkëpunim të vjetër, në gjëra të tilla, e kuptoni shumë qartë tani që nuk mund të ndodhi më një gjë e tillë, jeni detyruar të vazhdoni përpara dhe me të vërtetë që ardhmja ju pret me sukses. Kështu që thjesht ka këto tipare dita e premte. Ecim përpara. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku kujdeseni për të tjerët dhe të tjerët kujdesen për ju, kënaquni, shijojeni këtë përkujdesjen e të tjerëve ka shijush, kudo që do të keni probleme, ndihma nuk ka për t'ju munguar, suporti nuk ka për t'ju ndihmuar dhe çdo gjë është e zgjidhshme, por është edhe ajo dita ku fjalët që thuhen janë të sinqerta, premtimet që bëhen janë po ashtu të sinqerta dhe kuptoni se personat që keni në jetën tuaj janë të vërtetë. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Pra falni dhe merrni dashuri ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku duhet të përballeni me hijet tuaja, të tipit frika, pasiguria, ana juaj e errët. Duhet të bëni punë vërtet me veten tuaj dhe duhet të kuptoni se ajo çka vërtet penalizon individin janë mendimet e këqija dhe janë ato që krijojnë dhe realitetet e këqija. Kështu që thjesht mundoni të luftoni atë anën tuaj të errët, ta shkatërroni dhe ta mbyllni aty që të mund të vazhdoni përpara. Por që po është një ditë që bëni punë me veten, si ta thuash, dhe mposhni frikat dhe fobirat tuaja vetë. Pra keni vetë ju situatën në dorë. Është si të kalosh një provë personale me veten tënde që nëse ja dini me sukses, atëherë jeni individ të rinj dhe gëzoni një tjetër lloj të ardhmeje dhe një tjetër lloj realiteti. Uroj mos ju vëri poshtë kjo situatë. Pra do të kuptoni që çdo gjë është pjellë e imagjinatës dhe trurit tuaj dhe nëse e lini t'ju orientoj, t'ju drejtoj, ju shkatëron. Por nëse përballeni me atë gjë, atëherë e shkatërroni ju dhe thjesht vazhdoni përpara me sukses. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë shumë e bukur, një muaj që të jetë edhe më i bukur akoma dhe më shumë sukses akoma, dhe me çfarëdo lloj gjëje juve dëshironi të keni. Kam seriozisht, kemi shumë nevojë për pozitivitet dhe unë gjithmonë mendoj dhe besoj se nëse gjërat i marrim me pozitivitet, nuk ka rëndësi se sa kohë do na marri për ta parë të përkthyer pozitivitetin në jetën tonë, gjithmonë do vi. Unë këtë gjë e kam parim në jetën time dhe uroj t'ju ndihmoj ta keni edhe ju prej këtej në vazhdim. Sidoqë që të jetë nisim me ditën sot, dita e hënë, ku për ju femrat sjell një sukses, sidomos për ju femrat, sjell një sukses shumë të madh dhe në jetën, dhe në aspektin personal, po dhe në atë profesional. Sot mund të merrni vesh se personi i cili ka hyrë tashmë në jetën tuaj, do të jetë gjithçka për ju, mbështetje për ju, nuk do ju lëri kur vetëm, mund të keni besim te ky individ dhe mund t'i besoni të ardhmen tuaj në çift, por të ardhmen tuaj si një bashkëpunim apo një biznes apo një projekt që mund ta keni së bashku. Në vija të përgjithshme le të themi se për sa i përket investimeve, si në persona apo dhe në financa, projekte, çdo gjë ju del për mirë. Pra, këtu po shtroni rrugën tuaj drejt suksesit. Pra, ju pret një sukses shumë i madh. E njëjta gjë vlen për ju meshkujt. Me sa duket keni qelluar jackpot me një femër në jetën tuaj, është investimi më i mirë që mund të bëni sigurisht. A mund ta përfshini në projektet punët tuaja? Po, sigurisht, dhe së bashku mund të keni shumë fitime dhe shumë suksese njëkohësisht.
por edhe në investimet tuaja duket se ju pret një goxha arritje e madhe. Në përgjithësi le të themi se është moment suksesi i cili nuk është se zgjat vetëm tani, shtron rrugën për suksese 3 vjeçare e gjysmë. Edhe në brenda një 3 vjeçare e gjysmë ju po shtroni rrugën për të stabilizuar komplet jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Kaq e rëndësishme është kjo gjë që po ndodh sot. Kështu që çfarë të them, bukur, më pëlqen shumë kjo gjë për ju, sepse e meritoni fundja. Tani për sa i përket, dhe shijoni pak jetën sot, domethënë bëjani çik qefin vetes sot. Dini pak, argëtoni pak, blini një gjë për veten tuaj. Shijojeni jetën. Për sa i përket ditës, bëni diçka në lidhje me paraqitjen tuaj, një ndërhyrje të vogël, një ndryshim të vogël tek vetja, ndryshoni veshjen, pamjen, nuk e di. Por që favorizon dhe për ndërhyrje estetike, nëse i themi kështu, ndryshime. Për sa i përket të martës, dita e martë është dita ku do i thosha mos e mbivlerësoni veten dhe aftësitë tuaja, në qoftë se e kuptoni dhe vetë që nuk jeni tamam në lartësinë e dur të gjërave ende. Do me thënë, nëse duhet ende të punoni në lidhje me aftësitë tuaja, punoni. Do me thënë, mos u hidhni direkt në sulm pa qenë të qartë se ja dilni 100%. Është një dita e martë që do shumë kujdes, pra sikur se tash mos i mbivlerësoni aftësitë tuaja, sepse mund të bëni gabime. Është gjithashtu dita që do ju thuhet ose do ju kërkohet ta provoni me vepra se mund t'ja dilni dhe mund të arrini diçka. Dhe gjithashtu, do i thosha për sa i përket ditës së martë, mund të zbuloni shumë gjëra për të cilat nuk ishit në dieni. Në lidhje me persone, me situata, ose mund të jeni ju ata të cilët u shkoni shumë gjëra dhe nga pas. Unë do i thosha bëni kujdes, dhe nëse nuk jeni të përgatitur për atë çka do merrni vesh apo do zbuloni, të hiquni tani. Dhe ndonjëherë, sinqerisht, është më mirë mos të dish se sa të dish. Kështu që bëni kujdes me këtë ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e familjes, e organizimeve familjare, të tryezave familjare, të pres miq në shtëpi, në familje, takoj persona që kam kohë pa i takuar, dhe vendimeve të rëndësishme që merren brenda familjes për individët e familjes. Kështu që ju po vendosni për të ardhmen tuaj, mund të diskutoni me një mik familje për një çështje tuaj personale që jepet zgjidhje, por që në përgjithësi ndjeni rehat në jetën tuaj, me gjërat që keni arritur dhe do të arrini prej këtej në vazhdim. Është një ditë që qetësisht e kaloni bukur me njerëz që ju duan dhe i doni, dhe fundja, po merrni edhe përgjigje mbi çështje, probleme që mund të keni, nga individë të cilët ju qëndrojnë afër gjithmonë. Në qoftë se pastaj jeni në atë fazën që po prezantoni individ të caktuar në familjen tuaj, një femër, një mashkull, atëherë po, edhe kjo gjë vlen për të përmendur. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kujtoni më në fund se kush jeni. Pra, është dita e zgjimit, e kujtesës. Kujtesës të kam aftësi, ja dal. Dhe sidomos për ju që për një farë kohë kishit humbur veten dhe nuk dinit më se kush jeni, ja ku e rizbuloni përsëri dhe kuptoni se mundësitë që ju shpalosen përpara janë të pafundme. Ju thjesht nuk i kishit parë ose kishit haruar të kishit besim tek vetja juaj. Sido që të jetë, zgjojnë aftësi të reja tek ju dhe ju zhvilloheni edhe më shumë akoma prej këtej në vazhdim. Pra kjo është dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku besoni kur ju them, prej këtej në vazhdim gjërat bëhen më të thjeshta për ju, që të përditshmëria juaj, që të rutina juaj, gjërat ju vinë më kollaj, më lehtë, nuk asin në qëndresa, nuk asin në vështirësi, në bllokesa, në anullime gjërash. Gjërat ecin mirë. Dhe ky është një fat i cili zgjat për një kohë shumë të gjatë. Domethënë, fillon një periudhë prosperiteti, qetësie, mendore, fizike, me realizime të bukura. Kështu që do zgjasi në kohë, është plana fat gjatë kjo, kështu që thjesht mundoni këtë periudhë ta shfrytëzoni tani prej këtej në vazhdim, për të shijuar dhe pak nga jeta, po dhe për të investuar mençurisht. Tani për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e së vërtetës. Do me thënë çfarë do lloj gjë që do thuaj ditën e shtunë është e vërtetë. Merrni vesh të vërteta, thuajnë të vërteta, ato gjëra që do ju thuajnë mbrëmje që do ju bëjnë janë të vërteta, kështu që nëse nuk keni frikë nga e vërteta, nëse se e vërteta ju pëlqen, nëse po e kërkoni të vërtetën, atëherë ja ku do e keni. A ju pret rrezik? A ka rrezik domethënë kjo gjë? Nuk besoj, vetëm në ato raste ku keni mbajtur gjëra të fshehta,
keni manipuluar veten dhe situata dhe persona rreth jush që do përballeni pastaj me të tjera gjëra, por që në përgjithësi nuk është keq, mirë është. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita ku dashuria lulëzon jetën tuaj, vjen një person i ri në jetën tuaj, përfshini vetëm. Përmes një grupi shoqëror, takoni një person i cili do të jetë shumë i rëndësishëm për të ardhmen tuaj, e keni takuar, ekziston ky person në jetën tuaj, duke se marrëdhënia po ecën mirë, ju që keni pas probleme në çift i kaloni ato me sukses, dhe ky është momenti ku financiarisht, po dhe personalisht do të keni sukses ose suksesi po bëhet pjesë e jetës tuaj dhe nuk keni pse të keni më frikë prej këtej në vazhdim. Pranoni ofertat dhe propozimet si në dashuri dhe në bashkëpunim me ditën e diel, sepse nuk ju del për keq, për mirë ju del. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, si gjithmonë në takimin tonë të përjavshëm, për të analizuar javën, tiparet e javës, çfarë mund të vi dhe çfarë duhet evituar. Sidoqë të jetë, do ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj të mbar. Dhe të mos zgjatemi shumë, të kalojmë direkt tek analiza e ditës së sotme. Sot dita e hënë pra, dhe sot fati ju do. Ju do në çdo veprim, në çdo hap, në çdo gjë që do të bëni, por edhe në qoftë se do të jeni në prag rreziku, besomuni asgjë e keqe nuk ju gjen, sepse fati ju do dhe ju mbron. Tani, për çfarëdo gjë vjen në formën e mundësisë, për çfarëdo gjë vjen në formën e propozimit, të ofertës, e kapni në moment dhe nuk mendojeni gjatë. Pra, këtu okazioni është okazion. Dhe nëse do dini ta kapni, atëherë çfarë të them? Fituat. Nuk do zgjasë gjatë në kohë, është vetëm për ditën e sotme, kështu që mundoni çfarëdo gjë të mund të përfitoni nga dita e sotme, ta përfitoni, pra të keni sukses. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë shumë e bukur, është dita ku hapni syt më në fund. Dhe për çfarë kam fjalën? Për ju që jetoni në një situatë që nuk doni ta pranoni të vërtetën, nuk doni ta shikoni të vërtetën, doni s'doni ju vin e tillë dita e martë me situatat e veta, me momentet e veta që ju detyron ta hidhni këtë, ta hiqni këtë fashën nga sy tuaj dhe shikoni gjërat për atë çka realisht janë. Të kuptoni se kush kanë qenë individët të cilët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, por që të rëndësishëm negativisht, jo pozitivisht, të shkëputeni nga influenca e orientimi i individëve të caktuar në jetën tuaj, pra të kuptoni se deri më tani ju nuk keni jetuar realisht atë çka ishte jeta juaj, por keni jetuar atë çka të tjerët kanë dashur që ju të jetonit. Keni bërë një punë që mendonit se ishte e dur, apo në fakt nuk ishte, të kuptoni se keni zgjedhur një deg për të studiuar e cila u zgjodh nga të tjerë, por jo nga ju, pra nuk është ajo që dëshironi të keni, të kuptoni se keni qenë në një marrëdhënie ku mendonit se ishte personi i dur, por ju po realisht nuk është, ose ishin kushtet e dura, por ju po realisht nuk janë, e me radhë, domethënë, këtu kuptoni se nuk keni jetuar atë çka është filozofia juaj e jetës, por jeni bërë pjesë edhe keni ndjekur një filozofi që u përkiste të tjerëve, jo vetes tuaj. Këtu gjithashtu hapni syt, shikoj se kjo është shumë gjithëpërfshirëse, domethënë këtu mund të përfshijmë edhe bindjet politike, këtu mund të përfshijmë edhe bindjet fetare, edhe ato që quhen norma sociale, shoqërore, të cilat tronditen. Kuptoni se thash, keni besuar diçka që nuk ishte e vërtetë, dhe syt ju hapen më në fund, dhe nuk ka më kthim pas. E vërteta shpaloset para syve tuaja ditën e martë, dhe ju nuk mund ta çbëni ose nuk mund ta, sa thuash, ta mohoni më atë çka është realisht e vërtetë. Pra, do detyroni ta shikoni të vërtetën për çka është. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku favorizohet një jetë e reja, favorizohet flirti, dalim, marrëgëtohemi me shoqërinë, kalojmë çaste të shpenguara, mund të organizoni një udhëtim të shkurtër, sidoqë të jetë është një ditë e bukur për aktivitete të tilla ose për nismën e një bashkëpunimi të ri, i cili varet se si do eci në kohë. Pra, sidoqë ta marrim, për sa i përket njohjeve të reja, për sa i përket personave të rinj që vijnë tani në jetën tuaj, fati ose ardhmja do e përcaktoj ecurinë e këtyre marrëdhënieve. Por për momentin mund të them se mund t'i shijoni dhe mund t'i lejoni të sjellin thjesht një frymë të re në jetën tuaj. Kanë ardhur për një arsye, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, kjo është tjetër gjë. Thjesht mundoni ta jetoni këtë moment sepse për një arsye ka ardhur kam fjalën. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e veproj, është dita e angazhohem, është dita e nis diçka të re. Jupiteri në favorin tuaj është ende në shenjën e binjakëve,
kështu që ju të dhjetëdhjetë të dytë duket se ju ndihmon goxha për të marrë vendime të rëndësishme. Sigurisht që duhet kurajo, sepse kur nisim diçka të re, pikë së pari është kurajoja, është iniciativa, por nëse veproni me delikatesë, nëse veproni me kthjellësi mendore, nëse se i masni mirë hapat tuaja, them se suksesi juaj është i garantuar. Pra, me pak fjalë favorizohen nismat e reja, ditën e enjte për ju. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku, sidomos juve të dhjetëdiçit të parë, ose ju të fillimit të dhjetëdiçit të dytë, duhet të kuptoni se nuk mund të s'keni çfarë të prisni më. Do me thënë, jeni tërkohës duke aluduar, se mund të jetë kështu, ose mund të jetë ashtu, ose ta bëj ose mos ta bëj. Duhet të kuptoni se nuk ka më kohë për të menduar, thjesht duhet të fillojmë të veproni tani. Pra çfarë ishte, çfarë ndodhi, nuk ka më kthim pas. Nuk mund ta ndryshojmë më situatën, por mund të ecim përpara. Atëherë duhet të kuptoni se çdo gjë është në dorën tuaj, ardhmja varet totalisht nga ju dhe ju nuk keni më se çfarë të prisni dhe thjesht duhet të filloni të veproni. Keni humbur madje mjaftueshëm kohë, nuk keni pse të vazhdoni të humbisni kohë më. Kjo ishte dita e premte, thamë, në martëm kurrejt e premte. Për sa i përket shëndetit tuaj, duhet të kuptoni se keni lënë vetë shumë pasdore, po dhe pamjes tuaj të jashtme, ka në momenti të t'i përkushtojeni pak më tepër vetes tuaj, mirëqenies tuaj, imazhit tuaj, kështu që futuni punës. Thash keni humbur shumë kohë. Deri më tani, duke menduar se ç'a ishte, pse ndodhi, qysh ndodhi, varja. Ndodhi, iku, mbaroi, vazhdojmë përpara. Pra nuk keni më kohë për të humbur, kaq po ju them, futuni punës tani dhe sillni ndryshimin në jetën tuaj sepse vetëm ju mund ta bëni këtë gjë. Dhe është gjithashtu ai momenti ku pavarësisht se sa ju kanë folur të tjerë në lidhje me situata të caktuara, persona të caktuar, ju nuk keni dashur ta shikoni atë gjë për atë çka ishte. Pra ju kanë paralajmëruar, ju kanë folur, kanë dashur t'ju bëjtë hapni sy të kuptoni. Them se jeni në atë procesin e reflektimit, ku po arrini të kuptoni se çfarë të tjerët po ju thoshin, por akoma nuk jeni gati të bëni lëvizjen, do me thënë të largoheni nga një individ i cili s'ka çfarë t'ju ofroj, të ndryshoni një ambient pune, të ndryshoni kushtet cilat jetoni, punoni në përgjithësi, gjëra të tilla, por që avash duhet të kuptoni se drejt sa gjë po shkoni, do të thënë sado që të avononi ju këtë lloj procesi, ta zgjasni, në fund prap ajo çka është për të ndodhur do ndodhi, domethënë shkëputja duhet të ndodhi sido që të jetë. Dhe ndryshimi duhet të vijë me se s'bën. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku jeni të hapur ndaj çdo lloj oferte, propozimi, mundësie që fati sjell në rrugën tuaj. Atë çka do kërkoni, atë do të merrni për sa i përket ditës së shtunë, kështu që mendoni mirë për çfarë keni nevojë dhe çfarë ju duhet, sepse ajo vjen. Kjo është ideja, ose të thuash kujdes se çfarë kërkon, sepse ajo që bëhet realitet, po që bëhet realitet. Për sa i përket, ose nëse jeni në një fazë që keni nevojë për ndihmë, atëherë mos hezitoni të kërkoni ndihmë sepse ndihma ju vjen sido që të jetë. Për sa i përket mjafton të kërkoni dhe do merrni. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita ku diçka e re po nis tani, thash, kjo është java që jeni themelet e diçka të reje, nisni diçka të re, dhe në plan personal po dhe profesional, një ëndër e re që keni duket se do kthehet në goxha sukses, në përgjithësi guxoni të krijoni situata të reja sepse ju dalin me sukses. Pra çfarëdo lloj gjë ndërtohet tani, do të ketë një goxha sukses pak më vonë në jetën tuaj. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që ju uroj një javë sa më të mbar. Për ju të dhjetëdiçit të fundit mund të jetë një javë që nis çik me lodhje, me pasiguri, me frika që dalin posterin në sipërfaqe, me ëndra të çuditshme, me përjetime të çuditshme, po largohet Neptuni nga shenja juaj dhe po kalon në shenjën e Dashit, por sido që të jetë kjo lëvizje, do të shoqërohet me po të njëjtat ndikime që ka pas kur ky ka hyrë në shenjën tuaj. Kështu që po, mund të ndjeni pak të lodhur, të plogësht, gjuhë këto ditë, ose deri nga mezi fundi muaj, por që sido që të jetë avash kjo influencë do venitet. Është një muaj i ri, uroj të sjellë gjëra të bukura, kjo javë të jetë edhe më e mirë akoma, edhe vazhdojmë direkt me parashikimet e kësaj jave me ditën e sotme. Parentezë përsëri. E di që muaj nuk u mbyll bukur,
dhe akoma ndjen trysnia e muajit të mëparshëm, por besoni avash gjërat do të fillojnë të ndryshojnë, avash. Tani, për sa ama kujdes shëndetin tuaj, ju lutem shumë, shëndetin tuaj dhe të personave tuaj të dashur, ju që i keni këto gjëra. Do të thonë, ju prek kjo gjë që po them. Dhe mos besoni çdo gjë që ju thuhet dhe çdo person që vjen si shpëtimtar në jetën tuaj nuk është i tillë, përkundrazi mund të jetë një mashtrues shumë i madh. Pra kujdes. Për sa i përket tani ditës së sotme, jam e papar. Do të thënë jam e madhe, nuk keni çfarë thoni. Pikërisht çapo ju thosha tani, pra bëni kujdes nga ato goditjet prapa shpine që do i zbuloni sot, por njëkohësisht do ju them kujdes sepse në qoftë se nuk po i zbuloni, janë duke ndodhur dhe kujdes nga tradhtia, kujdes nga goditjet prapa shpine, kujdes nga shpifjet, mos u bëni pjesë e shpifjeve dhe ju. Kujdes sepse është me të vërtet letër tradhtie dhe rreziku të madh. Mund ta shikoni këtë gjë në ambientin e punës, mund ta shikoni në jetën tuaj personale, mund të zbuloni një tradhti ose jeni ju duke e kryer atë, kujdes. Nuk e meritojnë njerëzit e jetës tuaj që ju t'i tradhtoni. Por në qoftë se po e bëni, atëherë keni parasysh se do zbuloheni. Që do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja. Por kujdes, ditën e sotme është ditë e tillë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju jep një mundësi për të çuar përpara një projekt, një objektiv, një çfarëdo gjëje, quhet një mundësi e dytë. Pra, universi, fati, Zoti, si doni quajeni ju do dhe po ju jep një mundësi të dytë në jetë për të realizuar diçka që nuk e realizuat dot deri më tani. Ktu sigurisht që bëhet fjalë për një projekt që nuk u realizua në një kohë të shkuar, mund ta realizoni përsëri tani në një mundësi të dytë që po ju jepet një ambient pune, në një marrëdhënie në çift, që kujdes ama është e fundit mundësi që po u jepet me këta persona dhe me të njëjtat kushte. Nëse u mbisti tani nuk ka më, do të thënë i humbët personat, i humbët mundësitë. Dhe po është edhe një mundësi tjetër që mbase ju jepet për të pasur një fëmijë, ju që keni pas probleme me prindërimin ose me shtatzanit në vija të përgjithshme. Ama duhet t'ua them që nëse kjo gjë nuk realizohet tani, kam frikë se nuk realizohet më. Për çfarëdo gjë që jeni duke pasur një mundësi të dytë në jetën tuaj, kështu që bëni shumë kujdes, ju lutem shumë. Mundësinë do e keni, uroj që ta shfrytëzoni siç duhet dhe mos ta çoni dëm. Këtu e kam fjalën. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e dhuratave. Dita më saktë e martë dhe dita e mërkur janë ato ditë të cilat ju sjellin mundësinë që kërkoni. Pra, vi si dhuratë një personi në jetën tuaj, një mundësi e dytë në jetën tuaj, një çfarëdo gjë kërkoni të arrini, është dhurata juaj dhe është e juaja dhe shijojeni dhe më në fund ja ku e keni. Pra, dhurata sjell dita e mërkur, mundësi realizimi, të cilat vijnë pra në formën e dhuratës, të surprizës, të gjërave të tilla, duhet ta kuptoni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku mund të kërkoni falje dhe të faleni, ose dikush do ju kërkoj falje dhe ju duhet ta falni, por nuk do të thotë që me se s'bën duhet ta, për shembull konkretisht, jemi në një marrëdhënie në çift që ndodhen gabime, dhat një mundësi tjetër, ajo nuk u shfrytëzua siç duhet, përsëri tjetri gaboi, përsëri e falet, mund ta falni, por kjo s'do të thotë që duhet ta ripranoni në jetën tuaj. Do të thënë mund ta falni për çfarë ndodhi, çfarëdo lloj ndodhi në jetën tuaj, në familje, në dashuri, në financa, në çfarëdo lloj gjëje që ka ndodhur dhe dikush po ju kërkon falje, por kjo nuk do të thotë që këta individ duhet me se s'bën t'i ripranoni në jetën tuaj. Varet se do e shihni, por sido që tjetë, po është një ditë ku personat caktuar vinë dhe ju kërkojnë falje dhe ju do i falni, sepse zemrën e keni të madhe që është e vërteta, ose ju keni vepruar gabim, kërkoni falje dhe falja ju pranohet, por nuk do të thotë që shoqërohet me të pranoj përsëri në jetën time, apo hajta nisim përsëri nga e para, siç ishin gjërat nuk mund të bëhen. Këtë gjë keni të qartë. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku vazhdojmë përpara, ecim përpara, hedhim hapa drejt së ardhmes, nis një projekt i ri, një e ardhme e re, shpaloset para jush. Sigurisht që nuk mund ta përcaktoni që tani rezultatin, pritshmëritë janë të larta, por të shohim se si do vjen. A do keni sukses? Unë besoj se do keni sukses. Për mua rëndësi ka që ju po jeni hapin drejt kësaj së ardhmeje, po e merrni iniciativën dhe gjërat do ju shkojnë për mirë, pavarësisht frikës dhe pasigurisë me të cilën po i nisni gjërat.
Kur do I shikoni këto realizime, diku aty nga muajt e verës, sigurisht, diku aty nga korriku gushti, por edhe më tepër akoma diku aty nga vjeshta e 2025-s. Por sido që të jetë, unë them sukses do keni, shqyr që hodhët hapin dhe guxuat të bëni ndryshimin në jetën tuaj, të kuptoni se duhet të mbyllni një kapitull, t'i lini ato gjëra që duhet lënë pas, dhe të vazhdoni përpara me projekte të reja, me nisma të reja, me ide të reja, me persona të rinj, pse jo. T'ja jepni vetes pra këtë mundësi. Pra kjo është e premtja. Për sa I përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që me ktjellim të plot mendor kuptoni se kush jeni, çfarë vlerash keni, dhe do shikoni që I keni të larta, dhe do kuptoni gjithashtu se sa mosbesues keni qenë ndaj aftësive tuaja, ose fakti që keni qenë mosbesues ndaj aftësive tuaja dhe aftësive që keni, jeni këtu ku jeni. Rizbuloni veten tuaj, kuptoni se kush jeni dhe ku duhet të arrini, dhe them se pas këtij ktjellimi të paktën mendor dhe duke parë kushtet në të cilat ndodheni dhe ku e keni katandisur veten tuaj, do kërkoni atë çka është më mira për ju më në fund. Pra, shqyr o Zot, ju të parët do të dini t'i atribuoni vetes ato aftësi që ju takojnë, ato vlera që keni, dhe nga ky moment në vazhdim asgjë nuk ju ndalon që ju të keni suksesin që meritoni. Pritshmëri do I keni të larta dhe nëse se do të dini të shfrytëzoni aftësitë që keni, atëherë edhe suksesi është I juaj I merituar. Për sa I përket tani dhe diçka tjetër, për sa I përket ditës së shtunë, çfarë do lloj propozimi, çfarë do lloj bisede të bëni në lidhje me veten tuaj, me aftësitë tuaja, me vlerat tuaja, nëse se ju lip puna me individë të cilët duan t'ju ulin, mos u bëni pjesë e kësaj loje. Domethënë do të ishte tani mirë të pranonit atë vetëm për atë çka jeni dhe disa individëve t'u tregoni vendin e tyre, atë vend që u takon. Dhe duhet gjithashtu t'u tregoni se janë prepotent karshi jush sepse ju ua keni lejuar këtë lloj gjëje, por që nuk do e lejoni më. Në rregull, domethënë keni parasysh dhe këtë gjë. Mbrojini pak vlerat tuaja ditën e shtunë. Nëse ju lidh puna gjithmonë me individë të tillë që duan t'ua ulin vlerat. Për sa I përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e, po sigurisht kur njeriu do ta pranoj, do të ketë besim në veten e vet, sigurisht që mund të ndriçojë si dielli dhe ju ndriçoni si dielli ditën e diel. Kuptoni se jeni shumë mirë, kuptoni më në fund kuptoni se kush jeni, potencialin që keni. Po që do jeni të fortë, të fuqishëm, potent për të kërkuar dhe për të arritur ato çka janë tuaja dhe I meritoni. Nuk është kjo një situatë e cila zgjat vetëm brenda ditës së diel. Do ju shoqëroj shumë gjatë në kohë, sepse vjen si pasojë një reflektimi të gjatë. Kështu që jeni të fuqishëm, potent, keni mundësi të kapni të realizoni çfarë do gjë të doni ju të realizoni në jetën tuaj, por ajo që më pëlqen më tepër është vetbesimi që ju kthehet. Shqyr o Zot. Ditën e diel dhe ashtu do vazhdoj situata dhe për një kohë shumë të gjatë prej këtej në vazhdim.